sa u bë bashk pa u takuar? U bë 2009 pa u takuar 17 vite. Në marrëdhënie pune. Se jemi takuar, kemi pirë një po. kafe më mbrapa. Të kujtohet, besoj. Po, kafe kemi pirë, po u bë gati 17 vite. Që në 2009 kemi bashkëpunuar atje dhe duket shumë, më duket më herët, por që i thënë 17 vite, gati shumë. Jemi takuar bashk tek Agikonsi. Duhet ta themi, edhe ne gazetarët kemi bërë sa përvoja me marketingun. Nuk e di nëse ka qenë mirë apo keq, por her pas here unë e gjej veten që ku e kam mësuar këtë gjë, po themi, që ti rish klientit na mbrapa, edhe te Agikonsi e kam mësuar. Kështu që të falenderoj që më erdhe sot dhe gjete nga koha jote. Sigurisht me një përvojë goxha të gjatë në marketing edhe në marrëdhënie me klientët edhe me konsulenca të thelluara dhe të gjata me bizneset në Shqipëri dhe në Kosovë. Dhe pikërisht të kam ftuar të flasim për marketingun digital, po kam përshtypjen që s'do flasim siç flasin të gjithë të tjerët, sepse i shohim me këto videot, ndoshta një pjesë kapni klikime, paguani influencerat, do flasim pak në rrafsh më të thelluar, mendoj. Patjetër, unë këtë dua, që të flasim në një nivel më strategjik dhe gjërave që ka më shumë rëndësi, jo vetëm anës teknike. Shumica e menaxherëve din, apo shumica e profesionistëve din anën teknike dhe fokusohen tek gjërat trendit momentit, po nuk ka një strategji të mirë fillt për të fituar më shumë klientë dhe të dinë që ta përdorin marketingun si një sistem, themi ne, sistemi më i rëndësishëm i biznesit. Sepse të mundson të fitosh klient dhe të mbash klientët. Dhe për këtë jam sot, kështu që faleminderit për ftesën. Çfarë ke mësuar ti në gjithë këto vite? Çfarë ka bërë përshtypje nga kompanitë e Shqipërisë, se do flasim mbas edhe për Kosovën edhe ku diferencohen. Çfarë bëjnë mirë dhe çfarë bëjnë keq? Keq mund them që e shikojnë akoma shumë kompani e shikojnë marketingun si shitje, sikur është vetëm shitje drejt për drejt dhe fokusohen vetëm tek shitja e momentit. Dhe më shumë tek fushatat dhe tek komunikimi që këto janë produktet, ky është çmimi, bleje tani. Dhe nuk fokusohen tek ndërtimi i marrëdhënies me klientit. Dhe ne themi që marketingu nuk është shitje, është marrëdhënie besimi. Vetëm nëse ti fiton besimin e klientit, ai do blej nga ty. Dhe mënyra më e mirë është që ti të fokusohesh komunikimet dhe mesazhet, fokusohesh tek nevojat dhe tek problemet e klientëve dhe mënyra se si produkti yt i jep zgjidhje atyre. Arsye pse blej klienti është se ka një problem për të zgjidhur apo një dëshirë të paplotësuar. Nëse nuk do kishin probleme dhe dëshira të paplotësuar, nuk kishim se blejmë. Dorë në xhep, patjetër. Dhe nëse ne pozicionojmë produktin ton si zgjidhje për ata, duke informuar, duke edukuar, duke i treguar se shiko çfarë thonë të tjerët, sa i mirë është produkti jon, që të rritet edhe besimi edhe më shumë, patjetër që klienti ndërgjegjësohet më shumë, të beson më shumë dhe blen nga ty. Kompanitë shqiptare, një pjesë e madhe, shikojmë që fokusin edhe në komunikimin në media sociale e kanë edhe tek shitja, tek produktet, tek kompania dhe tek pra duan para sa më shumë dhe tani. Dhe këtu e shikojmë. Kurse kompanitë më të mira janë ato që e shikojnë komunikimin si një dialog i vazhdueshëm. Dhe fokusohen mesazhet kryesore tek klientët, tek problemet që ato kanë, tek dëshirat që ato kanë dhe e pozicionojnë produktin e tyre në mënyrë se si të ndihmojnë më shumë ata. Dhe shikojnë duke kapur jo vetëm vëmendjen me clickbaits, por edhe duke rritur besimin, duke treguar dhe fakte çfarë thënë klientët e tjerë, se ndonjëherë ky është marketing më i mirë. Historitë e suksesit, ajo që bisedonim, dhe historitë çfarë thënë klientët e tjerë për këto produkte. Dhe duke gëshëtuar që edhe duke bërë edhe ata ndonjëherë influencerat e vërtet, sepse ata janë realisht. Ata një dhe punojësit, themi ne, janë ata që e njohin shumë më mirë se kushdo produktin. Dhe kur fuqizon edhe punojësit, profesionistët që janë brenda kompanisë, që të edukojnë audiencën, tregojnë ekspertizën e tyre, tregojnë mënyrat si ndihmojnë klientët, brendi bëhet më njerëzor. Ka shumë disa kompani që kanë filluar, ky është edhe nga programet që ne ndihmojmë kompanitë, që të fuqizojnë punojësit, tregojnë vlerat e tyre, ekspertizën e tyre, ku dallojnë ato, avantazhet e tyre,
që t'i bëjmë ata në ambasador të brandit kompanisë dhe t'jenë ata imazhi dhe figura e kompanisë. Po ja, më ndalo tani këtu, më ndalo këtu. Çfarë vëmë re ne, se edhe i analizojmë, po themi, zhvillimet e bizneseve, çfarë taktikash përdorin, çfarë reklamash bëjmë, patjetër, sepse jemi brenda industrisë medias, po çfarë bëjnë? Ja besojmë, po themi, një influenceri, i cili mund të ketë një audiencë të lartë në shifra, po çështja është e specifikat e audiencës. Pastaj ne e dim shumë mirë dhe pandemia çfarë efekti bëri mbi influencerat. Nuk e di nëse ti e ke vënë re, po unë pash që një pjesë e influencerave ngelën pa punë, sepse njerëzit po prireshin drejt gjërave më të domosdoshme. Ndoshta jo drejt këtyre produkteve të luksit, po themi, tash të quajtura të luksit, se varet, është çështje dhe konceptuale e njerëzve. Por sot shoh dhe shumë mirë, jemi në një treg të lirë, influencerat kanë shumë punë. Çështja është që a duhet që një kompani t'ia lërë në dorë suksesin, dështimin, gjithë riskun pra 2 apo 3 influencerëve. Ajo është gabim, një nga mënyrat që po bëjnë gabim, është sepse bashkëpunojmë me influencer vetëm duke parë numrin e followers apo imazhin që ai ka. Por ndonjëherë numrat e followers apo audienca që ka influencer nuk ka lidhje fare me audiencën që do biznesi. Kemi parë raste së fundmi, nuk po e përmendim kompanitë, që marrë influencer që ka 100.000, 200.000, 500.000 followers, po audienca e tij janë mesatarisht 18 vjeçar, 20 vjeçar, që i pëlqejnë për atë që ai ofron. Kurse kompania, atë audiencë ka vetëm 3%. 98% nuk përfaqësohet nga influencer, sepse të investosh mijëra euro për një influencer që përfaqëson kaq pak klientel të kompanisë. Dhe ne themi shpesh që influencerat është një mënyrë e mirë nëse ai ka autoritet, ka imazh të mirë te klientët e interesuar. Kjo është edhe në dilemë pastaj, sepse a ka autoritetin e dur dhe influenceri? Influencer gjithmonë duhet mendohet a i shton në vlerë kompanisë apo po e bëjmë vetëm për të kapur vëmendjen e një audiencë të caktuar. Pra në fund ditës a ka reputacionin që i shton në vlerë momentin e këtij bashkëpunimi që bëhet, apo po e bëjmë vetëm për të gjeneruar ca shitje edhe për të hyrë, për të fituar deri diku pëlqyeshmërinë me një audiencë të vogël. Dhe nga disa kompani kemi parë që e bëjnë mirë me persona që janë influencer apo që kanë autoritet. Pra, pastaj hym te debati për çfarë influencojnë, nëse janë influencer, por përveç asaj, influencer është një person që ka një autoritet caktuar. Nuk duhet shikojmë njëri që ka 200, 300 apo 500 followers, se ka dhe nga ato që i kanë bler dhe nuk ka pik autoriteti apo nuk ka pik influence dhe ndonjëherë ka dhe imazh negativ sepse ai nuk njihet fare për atë që do të ofrojë biznesi apo për atë lloj klienteli që. E dyta, duhet shikohet edhe që nëse një influencer është përdorur më për 20-30 kompani të tjera dhe që ndonjëherë nuk ka harmoni me produktin tonë. Gjithve, pra është gjithve. Ajo ndonjëherë është, domethënë është për mendimin tim skandal, se edhe vetë për vetë influencer duhet ruaj një pozicion. Për çfarë do të njihet? Se do t'i bjerë puna në të ardhmen, pra nëse bën gjithçka nga gjitha. Ky është problemi. Ne themi një influencer apo një person që do të zhvilloj brandin e tij personal, duhet të njihet për diçka, jo për gjithçka. Sikurse nuk mund të njihesh për gjithçka, ose të bësh si ata që nuk dëgjon me njeri sepse ai flet si për sportin, si për politikën, si për etj. Që ka shumë. Se po më vinë në mend disa influencerat nga media, po nuk du me përmend, sepse thash edhe një herë jemi në treg të lirë, po në fakt kompanitë çfarë duhet të bëjnë, si ti diversifikojnë edhe mendimet, edhe vendimet e tyre. Një nga mënyrat më të mira është kush janë të mendojnë, kush janë personat që ndjekin klientët e mi ideal. Kush janë personat që kanë respekt. Çfarë është klienti ideal? Se klientët ideal kemi edhe rishtarë që janë duke dëgjuar që ndoshta po bëjnë startupet e tyre, sipërmarrjet e tyre, çfarë janë klientët? Klientët ideal janë target grupet apo njerëzit që një biznes do të fitojë më shumë. Janë klientët që kanë nevojë për shërbimin që ti ofron, kanë buxhetin që mund të blejnë atë që ti ofron dhe kanë një lloj urgjence që mund dhe i intereson ajo. Dhe ata janë personat që duhet të komunikohet më shumë. Ne themi sidomos media sociale,
Më shumë se sa mos u fokuso të arish të bëhet postimi viral. Fokusohu që të kapësh atë vëmendjen e këtyre personave që kanë nevojë që në momentin që ti del parë informon për benefitet avantazhe që ke, ata mund të kthehen nga klient potencial në klient blerës. Dhe në moment që kthehen klient blerës dhe në moment që shikojnë vlerën që ti ke, sjellin dhe miqtë e tyre nesër. Dhe pra, atë që bën ti të marrësh një kthim investimi. Mos u fokuso ta bësh virale për një audiencë që nuk i intereson ajo që ti ofron. Pra baza e biznesit, baza e klientelës janë këta, klientët ideal të biznesit. Janë ata që kanë një nevojë për atë që ti ofron dhe që ti mund t'i ndihmosh përmes një produkti dhe shërbimi që ofron. Pra janë njerëzit që kanë nevojë dhe që duan atë që ti ofron. Nëse ne çojmë një influencer apo në një platformë që thjesht ka njerëz por që nuk kanë nevojë, nuk është audienca ajo, nuk kanë buxhetin. Marrim rastin para ca kohësh, kemi pasur një klient që ai kishte kompani koncesionar, shiste makina të reja mbi 50.000 euro e sipër, dhe mori një influencer që kishte mbi 200.000 followers, po audienca e tij ishin 17 vjeçar, 18 vjeçar, maksimum 20 vjeçar. Duhet shkonte te prindrit për atyre. Atë ka prindrit. Se ata edhe edukimi, nuk janë vetëm fëmijët që vendosin. Po patjetër. Janë prindrit. Dhe na thanë nuk pati shumë sukses, po është normale që nuk pati sukses sepse mori një person që nuk kishte fare ata audiencë. Është më mirë të marrësh një person që ka një audiencë më të vogël, por që është në moshë më të madhe, që ka respektin e baballarëve, edhe të audiencës më gjerë, edhe të mamave, se dhe ato vendosin patjetër, dhe por që janë persona që kanë autoritet dhe njerëzit i besojnë. Ne në për trajnimet kemi pasur 2 persona të tillë që kanë një nish apo kanë një grup më të vogël, por që janë të njohur dhe të respektuar, dhe vetëm sa nxori makinën e re që kishte bler, jo si influencer, po si një adhuruese e asaj modeli makine, na tha brenda javës 3 mikeshat e mia, mikesha, jo thjesht ndjekës, e morën pa më thënë mua, sepse e dinin që kishin besim tek ajo zgjedhja ime dhe e dinin anën eko, se kishin marrë makinë elektrike, gjëra që i pëlqenin dhe ishte një influencë reale. Si influencohen pjesëtarët e shoqërisë, shoqëria jon, nga miqt, nga media, si ka ciklin e influencës, se që të kuptosh klientin dhe të kuptosh mbi të gjitha çfarë shkon në kokën e tij, duhet të kuptosh nga se ndikohet. Nga një statistikë që kemi bërë ne së fundmi, pjesa më e madhe e njerëzve ndikojnë, 92% e njerëzve i besojnë më shumë rekomandimeve që bëjnë miqtë e tyre. 92%. 79% i besojnë jo vetëm miqve të tyre apo njerëzve që njohin, i besojnë edhe njerëzve që nuk i njohin, por ama i besojnë atyre reviewve. Kur ne ikim në një hotel apo një restorant, pra ekspertizës, apo përvojës personale, eksperiencave që kanë klientët. Pra ne i besojmë shumë herë më shumë këtyre eksperiencave që kanë njerëzit që njohim, apo njerëzit edhe që nuk njohim, por që lejnë review-t në këto biznese, se sa çfarë thot biznesi për veten e vet, apo çfarë thot media apo reklamat. Po pse flet kaq keq për media? Se dhe ne punë të mirë. Media është flas për televizionet, reklamat, po. Reklamat që janë më shumë të paguara, që do thot në televizion. Ne e dimë që reklamat televizione paguara. Po më duket sikur po ecin më shumë shkrimet në media, shkrimet që kanë një lloj informacioni dhe që ju përkojnë me çështje që audiencët ose po themi shoqëria ka nevojë. Supozojmë si të kursesh, si të sigurosh shtëpinë tënde, ose supozojmë edhe një diskutim për një ligj të ri që po bëhet tani, në kuptimin ose si të vendosësh të përcaktosh strategjinë e biznesit tënd të ri. Pra, të gjitha këto që përmende Valmora, ka një emërues për bashkët, janë utilitar dhe edukues për audiencën, prandaj dhe ata i kërkojnë, i klikojnë dhe marrin informacion që mund zgjidhë një problem apo të marrin një zgjedhje më të mirë. Pra audienca sot ka nevojë edhe për edukim. Për edukim. Në momentin që shikojnë që është thjesht reklam, e heqin ku e kanë televizor, në pult, apo në gazeta apo revista apo në portale e largojnë. Dhe për ta përfunduar edhe sa studim që kemi bërë, 92% e njerëzve i besojnë njerëzve që njohin.
79% njerëzve që edhe nuk i njohin, pa ama i besojnë eksperiencave që kanë, dhe mediave apo reklamave televizive apo në portalet e tjera besojnë 45%. Pse? Sepse ajo është reklam. Po. Dhe thonë, është si puna një influencer që e din që paguhet. Dhe patjetër besimi është shumë herë më i ulët. Po. Të gjithë e dinë që këto janë reklame që paguhen, ai nuk po thonë një vërtet. Ekspertizën që po jep ti tani nuk e paguar në Gogopital, kështu që kanë tendencën të besojnë, sepse vjen me përvojën tënde dhe nuk paguan për këtë gjë. Pra nuk ke një reklam të mirë fill, po themi si Digital Academy që ju jeni. Ne këtu po ndajmë një informacion dhe mi ftuar si ekspert fushave. Sot autoritetin po e fitojnë ato që janë të ekspert fusha dhe të besueshëm. Kemi parë dhe raste interesante, për shembull që ka shumë edhe nga njerëzit që ne njohim, po edhe nga audienca në trajnim që kemi bërë, kanë zgjedhur dhe doktorët, nuk i kanë tek spitali, po kanë filluar dhe shumë doktorë tani që janë profesionistë, japin këshilla online, dhe kanë shkruar direkt atyre, sepse i thonë, na thuaj në cilin spitali je ti, që unë vite ty se unë besoj ty. Nuk i besoj asnjë institucioni. Po e vërtet, po shifja së fundmi një video me një doktor të shtyllës kurrizore për çështjen e fliste për skoliozën, diçka e tillë që gjithë ne kemi problem. Në fakt ai ka autoritetin, po njerëzit kanë tendencën t'ju besojnë mjekëve, se mjeku është pra eksperti më kredibël në këtë rast. Kështu që ata e kanë shfrytzuar, po thua. Ata thjesht kanë mundësuar përmes mediave sociale që të fitojnë më shumë influencë. Marketingu në themi është influencë. Të bësh njerëzit që të njohin, pëlqejnë dhe të besojnë ty, është influencë. Dhe sot nuk ka më influencë vetëm kompania që ndan dhe që promovon brandin e tyre. Sot ky mjeku po promovon brandin e tij, ekspertizën e tij si profesionist. Dhe fuqia e mediave sociale është që i ka dhënë tani mundësinë çdo profesionisti që atë ekspertizë që ka mos ta mbaj të kyçur këtu, po ta ndaj me më shumë audiencë. Ose atë mungesë ekspertize që ka ta mbaj të kyçur. Ose dhe kjo është ana tjetër, më mirë ta mbaj të kyçur. Se do dali shumë keq. Problemi më i madh është ky që shumë nga ata që kanë investuar dhe që janë ekspert hezitojnë që janë shumë të tërhequr, shumë e vërtetë. Sepse është edhe kjo që është frika e opinionit dhe mendojnë që nuk duket sigurisht unë po shes. Ne themi folë si profesionist. Kur atyre i vjen një pacient, kur atyre i vjen një klient përballë dhe i pyesin për diçka, ato jam i sigurt që i japin 100% edukim, informacion dhe japin gjithë përgjigjet e sakta. Fatkeqësisht kemi parë edhe në shumë kompani, prezencën e tyre online pothuajse e kanë zero. Dhe kjo është që themi që nëse nuk flasin profesionistët, atëherë do ja lënë vendin shumë njerëzve të tjerë që të bëjnë që se kanë kyçur pa aftësinë e tyre dhe që po fitojnë nga kjo guximi që marrin dhe që misioni që ne kemi dhe ky është edhe qëllimi edhe trajnimeve që ne kemi që të fuqizojmë njerëzit. Sot media sociale ka demokratizuar fuqinë dhe i ka dhënë gjithë një megafon dorë, që atë ekspertizë, atë dije, mënyrë se ata e ndihmojnë njerëzit, klientët, apo promovojnë shërbimet e tyre, ka dhënë mundësi që të gjithë flasin dhe të dallohen për atë ekspertizë që kanë. Dhe momentin që ata e kuptojnë që sot, në momentin që njerëzit nuk të njohin, nuk kanë se si të zgjedhin ty. Po se nuk të njohin pra. Nuk ekziston. Kur t'jen gati për të vënë dorën në xhep, se jo gjithmonë janë gati. Po, edhe pse shumica e audiencës nuk është gati, qëllimi i marketingut dhe komunikimit vazhdueshëm është që kur ata t'jen gati, ti t'jesh pozicionuar në mendjen e tyre si zgjedhja e parë. Dhe ky duhet të jetë qëllimi. Pra, ato mos ta shikojnë si marketing, ta shikojnë thjesht si brand personal. Pra, secili nga ne ka një brand, ka një emër. Emri jon është brendi jon. Çdo profesionist, nëse do të jetë më konkurrues në treg, duhet ta shikojë veten si një produkt që shton vlerë në treg. Dhe mënyra më e mirë për treguar që ka vlerë është që të ndajë ekspertizën e tij. Vetëm kështu do dallohet. Tani unë në mendjen time po bëj paralelizimin me gazetarin dhe marketingun dhe ku konvergojnë të dyja, ku lidhen të dyja, është çështja e besimit, një. E kam matur si kërkuese shkencore vetë se sa gjatë luftës Ukrainë-Rusi, audienca shqiptare ishte shumë e interesuar të ndiqte zhvillimet dhe i besonte medias, sidomos në raste krizash. Media bëhet shumë e besueshme. Flasim mediat që janë profesionale, sepse besimi është shumë i rëndësishëm.
dhe konvergojmë pastaj te fakti ose te procesi i marrëdhënies. Sepse te gazeteria është marrëdhënie me njerëzit. Nuk mund të bësh dot gazetari nëse ti nuk je i mirë në këtë marrëdhënie, nëse ti nuk ke mendësinë për të pasur një marrëdhënie afatgjatë me njerëzit që pyet, me burimet e tua. Nga ana tjetër është pjesa e ekspertizës po ashtu. Thjesht që të ndjek argumentin edhe të shtoj diçka. Elementi besimit është shumë i rëndësishëm edhe në marketing, prandaj dhe qëllimi ka qenë që ta shikojmë si marrëdhënie besimi me njerëzit. Ne vetëm kur i besojmë njerëzve duam të bashkëpunojmë me ta. Dhe është shumë i rëndësishëm koncepti besimit, se nëse ne nuk kemi besim në një shoqëri apo në marrëdhënie, e para, nëse nuk besojmë njerëzit që do bëjmë biznes, ne duam të bëjmë biznes dhe nuk bëjmë biznes me ta. Në një shoqëri që nuk ka besim tek njëri tjetri, gjithmonë marrëdhënia është shumë më e vështirë. Bazohen njerëzit te kontrata, te ligji, hezitojnë të bëjnë dhe çdo gjë bëhet më e vështirë. Në moment që besimi është i lartë, njerëzit bashkëpunojnë më lehtë. S'ka nevojë ndoshta ndonjëherë edhe për kontrata, i shikojnë gjërat edhe ecin më shpejt, zhvillohen së bashku më shpejt. Prandaj, si në pikpamja e medias, si pikpamja e gazetarisë, qëllimi është i njëjtë, që të komunikohet me audiencën, që të tregohet vlera dhe që ndahet informacion me vlerë dhe të merret vlerën këmbim nga ata. Dhe në këtë mënyrë të fitojnë edhe ata, po edhe të fitojnë edhe autoriteti në rastin e gazetarisë, fitohet besueshmëria dhe në rastin e biznesit të fitohet besueshmëria te brendi i tyre dhe tek marrëdhënia e tyre afatgjatë, përmes duke shitur edhe më shumë tek ata. Mirë, po çfarë ndodh kur analizon, se dua të kthehem prapë te media, edhe këtu po analizoj pak edhe dizavantazhin që kemi ne si gazetarë, sepse ne kemi ca parimet së vërtetës, objektivitetit, panshmërisë dhe të gjitha këto parime ndonjëherë patjetër që do t'i mbash, s'ka diskutim, sepse prandaj ti je media, se është besimi, është raporti me audiencën. Mirë, po harrojmë pjesën tjetër. Edhe që unë kam gjithmonë debate edhe me ekspertë marketingut që prit, se dhe ne duhet punojmë pak në këtë aspekt. Që do të thotë, dakor, ti kupton pse ndoshta në momentet caktuara audienca nuk ka më besim te media, por fillon një audiencën pra, çfarë do audienca? Çfarë do, po dhe çfarë i mungon audiencës? Pse audienca ka filluar të mbylli televizionet pra, ekranet e televizorit? Sepse janë të njëjtët njerëz që dalin në 7.000 ekrane, thonë të njëjtat gjëra. Të njëjtat gjëra që qarkullojnë, se Burdie ka zbërthyer shumë mirë pra rreth qarkullimit informacion, të njëjtat gjëra që qarkullojnë në çdo tryez, po themi te këto hotelet e njohura në Shqipëri, qarkullojnë te në ekran. Atëherë, ti do kuptosh pse ndoshta nuk i ke shërbyer kësaj audience me informacionin që do, për çështjet që janë të ndjeshme për të. Pse nuk e ke marrë në konsiderat këtë audiencë pra. Dhe këtu pastaj po them edhe dizavantazhet që kemi ne si gazetar, që ndonjëherë kemi ato paragjykimet për marketingun edhe për mënyrën dhe strategjitë që ti duhet përdorësh, se në fakt, e thoshe shumë bukur dhe te libri yt, më i fundi, strategjia fituese. Unë e lexova me një frym, me thënë të drejtën, po ishte gjithë përvoja jote e këtyre viteve që ne edhe do të flasim më tej që shpresa nuk është strategji, edhe për ne mediat që punojmë me mishe me shpirt për t'i sjellë vërteta dhe informacion të verifikuar të paanshëm publikut, që edhe ne duhet kemi ca strategjira për të mbajtur veten. Kuptohet, jemi në situatë, po themi, ku burimet e të ardhurave janë të kufizuara për shumë arsye, sepse është shumë e lehtë të marrësh reklama, po çështja është se sa i pavarur do jesh dhe i paanshëm do jesh. Nga ana tjetër shumë e lehtë të mbështesin donator serioz, sepse ti bën ca produkte shumë të mira, po a janë këto produktet e tua gjithmonë ato që donatorët duan? Dhe ti je gjithmonë në këtë udhkryqin, çfarë do bëj, se kam staf për të mbajtur, kam produkt për të nxjerrë dhe kam mbi të gjitha një kontratë me publikun pra, me audiencët.
Dhe këtu na hyni pastaj në punë juve si konsulente, si ekspert marketingu, Renato, për shembull, sa e vështirë është sot, nuk e di nëse ti e njeh këtë tregun mediatik, edhe të diversifikosh këto burimet pra të ardhurave. Se tani po hym në disa industri për të kuptuar që pse jam e bindur që kemi edhe pjesëtar audience që ndoshta janë të interesuar edhe për industrinë e makinave, edhe për median, edhe megjithëse për median është një industri që besoj dhe bizneset janë shumë të interesuara. Patjetër, është nga kanalet kryesore ku ata çojnë të ardhurat. Patjetër, është patjetër që është e rëndësishme. Pjesa që ka rënë vizibiliteti, ka rënë dhe interesi shumë për televizionet tradicionale, është sepse njerëzit sot informohen nga celulare dhe kanë sa vjen më shumë kohë kufizuar. Dhe sidomos për shembull unë që jam me fëmijë të vegjël në shtëpi, e mbaj fikur televizorin se nuk dua që të shikojnë lajmet apo emisione që nuk janë as edukuese, ose grushtime live me që se kishim të fundit. Dhe qëllimi është kjo që njerëzit informohen online. Dhe nga një studim i fundit kemi parë që edhe buxhetet që po investojnë kompanit, vitin e fundit, buxhetet që kaluan në digjitale, në media marketingu digital dhe me influencerët, ja kaluan buxheteve që ato kanë hedhur në televizione. Ashtu, Po. Ja kanë kaluar, duhet se kanë përmendur tek libri. Ishte më shumë kanë investuar dhe kanë bërë sponsorizuar në media sociale, në marketing digital, në Google, AdWords, po kështu edhe me fushata digjitale dhe me pagesa me influencera, se sa kanë paguar televizionet, bizneset shqiptare, dhe që është trenderi. Pra nuk e kam atë pjesë më të madhe të luanit me televizionet dhe po ju humbet vëmendja. Vëmendja sot është online. 80% e njerëzve sot, para se të blejnë diçka, informojnë, marrin celularin, kërkojnë në Google. Dhe kërkojnë në Google ose në media sociale. 80%, që do thot, edhe nëse dyqani nuk është e-commerce, pra nuk është se shet online, prap informimin, nxitjen, motivimin, edukimin a e nis këtu, te koltuku shtëpis, duke marrë informacion ku ti bie rrugës nesër që ti ki te cili dyqan. Dhe duke parë dhe review-t pra. Dhe review-t dhe eksperiencat patjetër. Eksperienca, po. Dhe ata që dallojnë sot janë që patjetër rrisin prezencën digjitale, janë shumë herë më mirë dhe komunikojnë me atë klient të interesuar që ato pyetje që kanë klienti, që pse unë do të blej shërbimin që ti ofron dhe pse nga ty dhe jo nga konkurrentët, ato biznese që komunikojnë më qartë, kanë mesazhe më të qarta, që tregojnë dhe fakte, histori suksesit klientëve, që tregojnë dhe benefitet, mesazhe sa më të qarta për të kuptuar. Se dhe sot ato që ecën më shumë janë dhe me video, që të bëhet sa më e lehtë për të konsumuar. Kanë kaluar në vizual, pra njerëzit duan brenda 58 sekondave? Brenda 30 sekonda, 1 minutë, të di pse unë do të marr shërbimin që ti ofron dhe pse nga ty. Kjo është pyetja kryesore që kanë mendje klientët. Dhe ato bizneset që janë pozicionuar më mirë në Google, që kanë një prezencë më mirë digital, media sociale, dhe që komunikojnë me mesazhe më të qarta për klientët, ato po fitojnë sot. Dhe ndryshe nga gazetaria që në qëllimi ka edukimin dhe informimin, marketingu ka informimin, edukimin dhe bindjen. Gazetaria është informim pastaj edukim. Po, është informim dhe edukim. Të lutem, të jemi të saktë. Kurse marketingu është, ne themi, është influence, pra ti informon, edukon, por qëllimi është që klienti të bëjë një veprim. Të blej ose të qëndroj me ty. Të shikoj podcastin deri në fund. Po. Të klikoj diçka, se sa do e shohim të podcastin deri në fund. Duhet të bëjmë ndonjë, nuk e di, ndonjë debat. Po, debat. Ndonjë përleshje që të eci. Mund të bëjmë ashtu ose por jo, mendoj që ka ikur e kohë kur njerëzit duan të shurdojnë veshët me dhunë dhe po themi me situata të stisura ose me nga këto diskutimet roz. Mediat, pjesa me madhe, mediat televizive kanë filluar të bëhen më shumë për clickbaits, pra edhe zënkat ndonjëherë janë të mirë menduara, nuk janë nga impulsive. Po, audienca shumë e zgjuar, Renato. Kështu mendoj dhe unë, po ata mendojnë që sot për shkakun, nëse ti pe nga zënka e dijshme, portalet hapën zënkën
Po thuaj se nuk foli asnjë çau diskutua. Në një gjë me vlerë. Mirë, shiko, gjithmonë do ketë sa njerëz për klikime, ti shumë mirë e the një pjesë e tyre e ndjekësve, po themi, se po ti shikosh gjë që e bën dhe politika në Shqipëri, janë të blerë, ti habitesh, shikon ca adresa influencerash me shumë ndjekje dhe ndërkohë shikon vetëm 5 reagime aty. Po. Të audiencës, po kjo tregon që gjërat nuk janë reale. Nuk janë ashtu siç duken. Dhe nuk, sidomos online, dhe po edhe në televizion, nuk janë online. Po ndërkohë ti thoshe tek libri yt Strategjia fituese që është shumë e rëndësishme dhe mbajtja një website-i, pra për të mos qëndruar në media sociale, është një lojë që na futën media sociale, me thënë drejtën. Sot nëse ti nuk je në Facebook apo në Instagram, ti nuk lexohesh, po flas për industrinë mediatike, po ndërkohë algoritmet ndryshojnë, ti duhet paguash pastaj që të shkosh te audiencës nuk i dalin. Patjetër, po. Si e shikon ti këtë? Nëse audienca, meqense duam që të mbajmë vëmendjen, nëse audienca apo një biznes ke një website, po të jap 3 këshilla për ta bërë edhe më praktike. Duan gjëra praktike njerëzit. E para, nëse ti e ke website-in si një broshurë thjesht që po promovon dhe po mburr kompaninë, që flet vetëm rreth vetes, rreth produkteve dhe paketave për të qitur, po humbet lek apo po humbet klient. E para, në website është mirë që të kesh një mundësi që klientët potencial ti duke dhuruar diçka, qoftë një e-book me një informacion me vlerë, që mund të jetë ndoshta, ne në rastin tonë kemi për shembull merr idetë kryesore apo 10 sfidat që kemi ka libri për shembull, që ato mund ta shkarkojnë dhe ne shikojmë kush interesohet. Dhe ai ne jep kontaktet ne. Dhe fakti që ai po e shkarkon atë tregon që është interesuar për të mësuar si të bëjë marketing më të mirë. Pra jep diçka me vlerë. Se shumë nga bizneset bëjnë fushata, harxojnë mijëra euro çdo muaj, po i çojnë te Facebooku dhe te Instagrami. Dhe s'ka një database pastaj edhe nuk ka asnjë dhe humbet dhe ai është i detyruar, i varur që të paguajë gjithmonë Facebook dhe Instagrami. Ndërsa, nëse ti i çon në website dhe i jep diçka, qoftë dhuratë apo i bind ata që të me një konto, që nëse na regjistrohesh, me emailin apo një numër telefoni dhe merr një zbritje 10%, 20% për blerjen e parë, nëse ti ke atë database, zgjeron çdo muaj që me fushata më mirë, kesh një database me 5.000, 10.000, 20.000 klientë në fund muajit, se sa të bësh fushata her pas here dhe aty pastaj je i detyruar që të bësh që të kapësh atë vizibilitet. Ndërsa kur ke databazën tënde, ti je në marrëdhënie të drejtë për drejtë pra me klientin. Nuk ke më nevojë për media sociale. Po. Ti mund të dërgosh me MailChimp një email që të gjithë databazës, që deri mund të shkojë në 100%, ndërsa postimet sot. Çfarë platformë është kjo? MailChimp, që mbahet një nga më të mirat. Deri në 2000 shfalës, pastaj është me pagesë të vogël. Është shumë herë më mirë që të mbash kontakt të drejtë për drejtë me ata. Themi në email edhe në DM fillojnë marrëdhëniet me klientët. Sepse aty ti dërgon një mesazh më të personalizuar. Në website ti mund ta promovosh shumë herë më të mirë produktin. Kurse në Instagram kanë të njëjtët hapësirë, të njëjtën formë, edhe konkurrentët e tu. Dhe e dyta, postimet që ti bën në Facebook dhe Instagram e shikojnë vetëm 1 deri në 3% e followers. Pra ti mund të kesh 10.000, mund të kesh 100.000, e shikojnë vetëm 1% e tyre. Apo 3%. Vetëm kurse kur ke database, ti mund të dërgosh të 100%, sidomos klientëve ekzistues, por dhe klientëve të rinj potencial. Dhe kjo është vlera e madhe. Momentin që ti ke një prezencë apo pronën tënde kryesore, website-in, që qëllimi është që të edukoj, të promovoj sa më produktet, dhe të shes, dhe të gjeneroj klient potencial vazhdimisht. Dhe duke mbajtur emailet e tyre, ti mund të komunikosh vazhdimisht me ta, duke bërë oferta personalizuara, duke po jap një rast konkret. Pra ta shfrytëzojmë hapësirën digjitale, po ju duke qenë pengë mediave sociale pra. Ato sepse e Facebookut, e Instagramit, e TikTokut apo YouTubeit. Sepse problemi është i këtyre sa vjen më shumë po ulet algoritmi dhe thotë you have to pay, ti duhet të paguash nëse do vizibilitet. Besoj se keni vëre që tani po i bie edhe Instagramit, Facebooku ka kohë që është në tokë. Para 10 vitesh ka qenë shumë mirë.
Tani e ka rënë algoritmi edhe në Instagram po bie shumë. LinkedIn për profesionistë është këtë akoma na pak më fol mirë. pak për LinkedInin sepse është një platformë që, është eksploruar, po themi nga ne profesionistët, po ku ndryshon nga këto platformat e tjera? Po, LinkedIn është më për profesionistët dhe është më për B2B, për bizneset që kanë më shumë klient potencial, profesionistë të tjerë, ose bizneset të tjera. LinkedIn të mundëson që ti të kapësh direkt kush janë vendimarrësit e bizneseve, se ke organigram, kush është CEO, kush shkruaj një kompani e Magna Group, dhe të del gjithë punonësit e Magna Group, që nga CEO-ja Vasinaçi, pra ti mund të bësh lehtësisht profilet për klientët ideal. Po, bëm profile dhe e dyta ti mund të ftosh ata në networkun tënd direkt. Dhe shpesh kemi parë ne që duke fol me personat vendimarrës, duke i ftuar në networkun tënd, që ato të shikojnë her pas her postimet si ti ndihmon klientët e tjerë. Historitë e suksesit me klientët e tjerë. Në rastin tonë për shembull, 70% e klientëve biznes ne i fitojnë vetëm nga LinkedIn. Ashtu ë? Po, sepse në networkun tonë kam rreth 25.000 profesionistë. Po. Janë më shumë menaxher burim njerëzore që ne kemi. Pra janë njerëzit e duhur. Janë njerëzit dhe networku zgjerohet në mënyrë strategjike, themi ne. Që mos kesh vetëm shokët e klasës edhe shoqërinë tënde. Siç mund të jesh në Facebook, po. Siç je në Facebook. Dhe ajo që është e bukur, është që LinkedIn shikohet si një event biznesi 24 orë online, digital. Si ka mundësi? Sepse ti është platformë për biznes. Ti mund të dërgosh një mesazh një personi që ka nevojë për ty, dhe që i thua, përshëndetje, do kisha dëshirë të ftoja në networkun tim, se mendoj mund të kemi mundësi bashkëpunimi. Ne kemi ndihmuar dhe 5 banka të tjera, duke ndihmuar stafin që të rrisin prezencën e tyre digjitale, që të promovojnë edhe më shumë brandin e kompanisë. Shiko si kemi ndihmuar 1, 2, 3, duke çuar me një link, dhe nëse ti këtë mesazh ja çon në LinkedIn, mirëpritet edhe nga eksperjenca jonë edhe të klientëve tanë, mirëpritet shumë herë më shumë, sesa nëse ti ja çon Facebook dhe në Instagram, që ai thotë, unë kam edhe foto me familjen këtu. Këtu unë zërë se po më hym në shtëpi, unë nuk jam për biznes. Kurse LinkedIn zërë se ti po i takon në biznes. Pra është futur në mundin e punës aty. Është për biznes. Po. Dhe kjo është e bukur. Që ti nuk mund të shkruash në Instagram. Ai ndoshta se përdor fare Instagram, nëse është drejtuesi i një biznesi apo ce. Ose nëse përdor më shumë mund ta përdori për pjesën personale apo familjare. Dhe shumë nuk them përgjigje fare sepse është cenim. Të thotë, unë e kam në coverin në Facebook, kam familje, prindrit ose kam bashkëshorten me fëmijët. Nuk po flas për biznes. Kurse atje shesoj sikur ti prezantosh në një event biznesi. Dhe avantazhi më i madh është që ti gjen vendimarrësit. Instagram ti nuk e gjen dot atë nëse është se mund ta gjesh, po në LinkedIn ta detyron që ti të vendosësh çfarë pozicioni ke. Dhe ti kur shkon në një kompani, shumë personave. Është vjet i dedikuar për profesionistët, kështu që nëse e B2B, bëj një listë me 100 biznese target dhe shkruaj emrat e kompanive ose emrat e CEO-ve nëse ke, dhe ftoj në networkun tënd. Jo direct connect, është një mënyrë që bëhet add note. Add note është një mini prezantim, zërë se je në ascensor. E ti me ketë vetëm 3 fjali që mund thuash, një që si të prezantohesh. Shko, ju të Digital Academy nuk na paguani për këtë podcastin, por ti se ke idenë se sa lek bëjnë këto këshilla që po. E ke idenë, kam përshtypjen se i shet. Por që faleminderit shumë që na jep këto këshilla, për shembull këtë notë si nuk e dija. Ai the note është mirë që ti zëre se prezantosh. Ato që bën gabim është që duan të çesin që të the note. Që të prezantimi parë si është kur je shumë në ascensor si spam. Është shumë gabim, po. Unë kam shtëpi për çitur, na ka vizitën. Pra duhet të krijosh marrëdhënie një herë, apo jo? Mënyra më mirë që ne bëjmë këtë në trajnime, është që i themi shëndetje, unë jam Renato Civili, jam konsulent dhe trajner marketingu digital. Kemi ndihmuar shumë kompani dhe do kisha dëshirë të ftoja në networkun tim, se mendoj të mund të kemi bashkëpunim edhe me ju së shpejti. Faleminderit. Një prezantim që ai të di kush je, çfarë bën, si mund ta ndihmosh si mund ta ndihmosh atë pra. Dhe faleminderit. Por tani mendo të thuash si Digital Academy, ne jemi akademia më e mirë në rajon. Vetëm ne kemi parë nga statistikat edhe nga ato që kemi trajnuar, vetëm duke shtuar add note në LinkedIn, jo direct connect, rritet 80% shanset që ai të pranojë. Se ti po bën thjesht një prezantim. Kurse nëse bën direct connect, ai thot, "Ore, kush është ky? Unë nuk e njoh." Nuk kam se ta pranoj ftesën, dhe shumica nuk, sidomos ato që janë nivel menaxherial drejtues, thot,
ky dje do mshesi, kështu që s'po e pranoj fare. S'po e pranoj fare, po. Kurse mënyra më mirë është kjo që ti prezantosh duke treguar ndoshta një interes për bashkët. Ose kemi qenë në këtë event, ose më ka pëlqyer postimi i fundit, sa i ka bërë diçka. Për ta përmbledhur, krijimi i marrëdhënies një, pra dhe besimi që ti krijon, besimi edhe reciprokës, patjetër, dhe e dyta të presësh kohën. Të presësh patjetër. Mos të bëhet mos jesh i paduruar, mos bëhet çite direkt, por mund të ata që do të pranojnë më shumë, dhe që do mund të pranojnë dhe takimet apo të bëhen klient, janë ata që fitojnë apo marrin informacion nga ty përmes postimeve që ti bën. Nëse ti nuk bën fare postime, po bën vetëm connect, ka ata që janë fiksuar të shtojnë sa më shumë numrin e connection në LinkedIn apo në followers, qofse ti nuk komunikon përmes postimeve që mënyrë ekspertizën tënde, mënyrën se ndihmon klientët, historitë e suksesit, nëse ti nuk promovon her pas here dhe sa postimet mund të bëhen në LinkedIn ose është mirë të bëhen në LinkedIn? Varet nga sasia, mund të jetë mund ta niset një herë në javë, ti ndan një eksperiencë, jo thjesht këshilla, sepse njerëzit janë lodhur vetëm me këshilla how to, tani mund të marrin shumë nga interneti apo me shprehje. YouTube-i për shembull ka shumë të perfeksionuar këtë pjesën si ti bësh gjërat, kështu që është platforma për atë gjë. Por ne themi një herë në javë do ishte e pranueshme që mos bësh as i bezdishëm, por jo të flitet vetëm për kompaninë apo për të shitur. Ne kemi një 4 shtylla që rekomandojmë shpesh, që themi shikoj si është mënyra më e mirë që ti të ndërtosh marrëdhënie me një person. E para tregosh kush je ti. Mund të jenë postime me momente të bukura, qoftë me stafin, qoftë ose ato backstage-et, për ato prapa skenat. Mund të jetë një moment që ti ndan një vlerë, një reflektim, një momente kulturën, ose shkon në një retreat me stafin. Ose retreat, po ti do e bësh çdo javë atë. Atë do bësh ndoshta 2 herë në vit maksimum. Po shikoj ç'është ndodhi shumë dyshuese, kanë bërë shumë kompani dhe kompani të njohura se s'po i përmendim dhe prap dyshojmë, ja, po e bën këtë gjë me qëllim që të duket sikur mendon për stafin. Dhe ky është një nga, mendoj, një nga gabimet që ne kemi parë që njerëzit apo bizneset, këtë diskutime patëm edhe diku tjetër para sa kohësh, që investojnë vetëm në një retreat dhe stafi bën postimin e vetëm që bën atë vit, është vetëm që ka qenë një retreat. Por nuk e ndihmojnë stafin, nuk e trajnojnë stafin, si të përdorin në mënyrë profesionale, që atë ekspertizë që kanë, ta ndajnë. Pra dhe stafi është shumë i rëndësishëm, ë? Patjetër. Si mund të vihet në punë stafi? Si mundet që kompanitë ta vënë në punë? E para duke i mësuar si ta përdorin në mënyrë profesionale, që të fitojnë vetbesimin, që her pas here atë dijen që kanë ekspertizë, mënyrën si ndihmojnë klientët, ta ndajnë përmes postimeve. Ne kemi trajnime dedikuara brand ambassador program, që fuqizojmë stafet e kompanive që të dinë si të komunikojnë në mënyrë profesionale online. E para, mos bëjmë vetëm share, siç bëjnë zakonisht. Share kompanisë do thotë unë mbarova punë, thotë. Unë e bëra marketing për kompani. Sepse nëse bën share shikon vetëm 1% e followers-it. Nuk ka shumë. Po nëse ti e bën form postimi. Ashtu, ë? Vizibiliteti rritet 10 fish, 20 fish. Dhe sot kompanitë më suksesshme në botë kemi parë që e përfshin stafin në si marketing. E përfshin të gjithë stafin. Dhe sot marketingu është shumë i rëndësishëm për të qenë vetëm brenda një departamenti. Të gjithë kemi sot media sociale, të gjithë mund të promovojmë ekspertizën, vlerat që ndajmë, mënyrën se ndihmojmë klientët, po deri pas herë të promovojmë shërbimet që ndihmojmë. Pra ka humbur monopolin departamenti i marketingut. Jo vetëm që e ka humbur, por vizibiliteti që ka faqja e kompanisë është 1 deri në 3%. Shumë nga këto kompanitë e mesme dhe mëdha që kanë nga 100, 200, 500 e sipër staf, thonë na pëlqen marketingu. Dhe zakonisht i themi, e shikoni ju si punonjës, por ne si klient nuk e shikojmë. Sepse ju keni bërë më shpesh like dhe postimet ju dalin vetëm juve. Por qëllimi i marketingut që po punon është që ta shikojmë ne si klient. Dhe mënyra më e mirë që ta shikojmë edhe ne, networku jonë është që ti ta angazhosh dhe stafin. Dhe imagjino një kompani, së fundmi kemi pas një rast me një bankë që kishte 700 punonjës dhe që trajnuam 200 e ca dhe pati një rritje të jashtëzakonshme dhe jo vetëm vizibiliteti i website-it, jo vetëm të audiencës, po dhe të networkut. Sepse imagjino
një kompani që ka 500 punonjës, se cili mesatarisht ka rreth 1000 në networkun e tyre, sikur nga një postim në javë të bëjnë, Po. e shikojnë gati 500.000, domethënë në gjithë networku i tyre, më njëherë 500 veta, shikoj gati 500.000 veta çdo javë pa bërë asnjë pagesë. Po, pra. Dhe e bukur është kjo, njerëzit i besojnë atij sepse e njohin. Po, Ajo që thamë patjetër. fillim. E njohin dhe e besojnë rekomandimet e miqve. Kredibilitetin se është atje, i di Është gjërat atje, më mirë, pra. Patjetër. Dhe kjo është e bukura, që njerëzit i besojnë më shumë njerëzve dhe atyre që njohin. Dhe kjo është fuqia. Ndryshe nga një reklam që ai shikon televizor apo e shikon nga një postim nga faqja e kompanisë, ne nuk i besojmë logove. Nuk i besojmë një promovim që bën faqja e kompanisë, por më nëse ma thot Valmora që unë e njoh, i besoj shumë herë më shumë. Dhe kjo është fuqia që kanë që përfshirja e stafit që her pas here promovoj ekspertizën që kanë, se sot është e vështirë gjesh edhe profesionist. Dhe kjo ndihmon edhe burimet njerëzore që talentet që ato kanë në networkun, miqtë e tyre, ta aplikojnë se thotë unë dua të punoj me Valmorën. Unë dua të punoj me njerëz që i njoh dhe i besoj. Dhe kemi parë që edhe impakti që njerëzit ta aplikojnë në këto kompani është shumë herë më i madh nëse edhe drejtoresha e marketingut thotë eja bashkohu stafit me ne. Dhe të ketë një foto që të jetë stafi që është një foto nga i marrë nga interneti, që jetë vetëm faqja, dhe asnjë si bë like nga stafi, që tregohet që ka diçka që shkon. Pra të angazhohet dhe stafi që ta bëjmë brandin më njerëzor. Media sociale në radhë parë janë për njerëzit. Dhe kur stafi ndan ekspertizën e tyre, e përdorin në radhë parë që ndajnë anën më të mirë, nxjerrin në pa më të mirën e tyre, kemi parë që ka një impakt shumë herë më të madh. Dhe ndonjëherë marrin shumë herë më shumë like dhe vizibilitet postimi që bën një punojse, se sa faqe kompanisë që ka 20 vite eksperiencë. Pse? Sepse është besueshmëri, elementi i besueshmërisë. Dhe kur janë njerëz që i njohin shumë herë më shumë atë, edhe pse kompania mund të ketë vite eksperiencë, njerëzit nuk ndërveprojnë sot më me faqet e kompanive. Ka rënë. Dhe se dhe vizibiliteti që ulet, po dhe njerëz thotë nuk më intereson shumë, se ajo do të çesi. Kurse me faqet e njerëzve apo me njerëzit e njohim, ndërveprojmë shumë herë më shumë. Ky është elementi i bukur i mediave sociale. Dhe e bukura ne inkurajojmë shumë edhe në për trajnime që profesionistët sot ta shikojnë si investim të tyre në programin që ne bëjmë brand ambasador, themi në radhë parë është investim për ta, po, është investim për radhë parë për punonjësit, për vetë për stafin. Mundësi qoftë dhe oferta që mund t'i vinë nga kompani të tjera konkurrente, po themi, për t'u rritur, sepse i njohin atë si profesionist fushës. Pikërisht, Dhe kjo është shumë mirë edhe për kompaninë që rrit brand, rrit vizibilitetin, rrit shitjet, por radhë parë është shumë mirë edhe për punojësit, se promovojnë si ekspert, si autoritet në treg, rrisin influencën e tyre, patjetër gjenerojnë mundësi të reja qoftë edhe punësimi, po edhe bashkëpunimi dhe klientele. Klientët, networkun e tyre, patjetër do zgjedhin ata radhë parë, se i besojnë më shumë. Dhe e bukur është që në çdo postim që bëhet, radhë parë del emri i tyre. Më pas del kompania. Pra ta shikojnë si investim të tyre personal që të rrisin networkun, vizibilitetin dhe mundësit. Domethënë, networku është e tyre, nuk është e kompanisë. Besimi që ata rrisin nuk po e bëjmë për kompaninë. Po e bëjmë për, ne themi, your network is your net worth. Pra është fuqia potenciale dhe monetare nesër, se sa njerëz do të hapin dyert, njerëzit japin dyert sepse të besojnë te ty. Nëse njerëzit nuk e dinë, ti mund të jesh gjeniu më i mirë, por nëse qëndron këtu sipër në një dhomë, po nuk i ndan det me tjerët, nuk ka si zgjedhin ty. Bëjmë një në përtanimin ne themi një shprehje që është pak filozofike. Se besoj dhe audienca jote është në një nivel profesional. Nëse në një pyll bie një pemë, por që asnjëri nuk e dëgjon, a bën zhurmë ajo pemë apo jo? Dhe në shumë njerëz thonë, ajo nuk bën zhurmë, po në fakt ajo bën. Dhe ky element ka të bëjë me perceptimin. Nëse ne nuk perceptojmë diçka, për ne nuk ekziston. Se në pyll është edhe ajo Jehona që pësohet. Po, nëse ne nuk e dëgjojmë, thënë nuk bën. Kështu thënë shumica, ajo bën patjetër. Dhe ne themi, ka shumë profesionistë që nuk dëgjohen. Dhe ne duam përmes trajnimeve dhe përmes fuqizimit që sot i ka dhënë çdo kujt media sociale. Japim një mikrofon dhe libri ka qenë një qëllim që të ndihmojmë këta profesionistë, këta menaxherë, drejtues biznesi,
ti përdorin media sociale si mjete për të promovuar ekspertizën, përtitur autoritetin e tyre dhe për të pozicionuar për audiencën e tyre si zgjedhja më e mirë, si eksperti më i mirë, si lider i industrisë. Përshkruave deri tani efektet e gjitha platformave dhe si duhet i përdorim, po jam shumë kurioze të di marrëdhënien që kemi ne në Shqipëri me emailin. Si është kjo marrëdhënie? Ka ndryshuar? A i përdorin njerëzit emailet? Dhe këtu nuk po i referohem vetëm drejtuesve të bizneseve, po mbar shoqëria. A mund të përdoren në mënyrë efektive dhe emailet? Ose komunikimi me email? Emailet kanë akoma fuqi, edhe pse shumë thonë që emailet nuk i përdoren. Kanë fuqi? Kanë fuqi sepse e para të gjithë neve që jemi marrëdhënie biznese, plus 18 vjeç që punojnë diku, ka një email. I bëj punë. Është detyrueshëm sepse detyrueshëm. Po. Dhe e dyta, edhe nëse nuk është me emaili punës, po kanë emailin personal, po, e hapin. Unë vërtet mund të kem aktualisht mbi 20.000 emaile që akoma nuk kam pas kohë të hap nga kompanitë huaj kryesisht, jo shqiptare. Po. Por çfarë ndodh? Nga kompanitë që mua më intereson, unë ja hap emailin. Nga ato që t'i intereson. Që më intereson. Po si ta kuptojmë ne? Ja ta them unë. Se çfarë mund t'i interesojë njerëzve? Ta them unë. Gabimi më i madh që bëjnë, sidomos në biznes që kemi parë, shqiptare, është kjo që edhe kur dërgojnë emaile duan vetëm të shesin. Dhe njerëzit as nuk i hapin, i shojnë që spam edhe çojnë spam edhe nuk e hapin më dhe këtu e humbasin. Dhe e dyta, çfarë bën gabimi i pjesë, marrin lista lart e poshtë, blejnë, çojnë spame. Se kjo e lista dhe kjo e ka bastarduar dhe ka bërë që njerëzit ta shikojnë emailin si spam. Po. Sepse nuk është audienca që ti do. Ai mund të ketë emailin ku dëgjon, ka marrë nga call centerat, e dyshejqeve që na marrin telefon e tjerë. Po, që është një tmerr i vërtet, po. Dhe është një logjik që kanë bërë me emailet. Po të them një rast konkret, një histori që kishim ne me një klient, një hotel të madh në blok. Ka 25 vite që është hotel, ka kaluar një 50.000 klient. Dhe ai vazhdonte që tha nuk po funksionon më fushatat në Facebook, Instagram, tha se nuk po ka më shitje si para një viti dy, sepse bënte vetëm fushata në Facebook, Instagram, kurse 50.000 klientëve që kishte kaluar prej vitesh, nuk i kishte marrë asnjë adresë emaili. Asnjë të dhënë, Asnjë të dhënë. Dhe problemi më i madh ishte që nuk komunikonte me këta që nesër do kishin nevojë që të vinin përsëri. Po. Kalon një ofertë, nuk i komunikoi me ta që, ore, vjen Shën Valentini? Po. Mbas sa ditësh? Ke një ofertë të tillë, po themi? Kemi ofertën për Shën Valentinin. Po. Dhe është 6 herë më lehtë të risjellësh klientët ekzistues. Imagjino të kesh 50.000 klientë që kanë ardhur ndër vite, që ti mund të komunikoj pothuajse çdo muaj me ta, ne rekomandojmë 2 herë në javë, do ishte shumë mirë. Vjen Shën Valentini, kjo është oferta të mirëpresën të fshatin për ty, një ofertë dedikuar me 20% zbritje. Çfarë i rekomandove ti Renato kur të kërkuan ata mendim? E para, duke filluar që nga sot, të gjithë ajo që iku. Ajo që iku. Duke filluar nga sot, të gjithë ata që regjistrojnë që vinë, klientët që vinë, të mbajnë një database me emrat, me adresat e emailit, pse jo mund marrë edhe datëlindje. Ne kemi pasur një rast. Po nuk thynte kjo privatësinë, sepse njerëzit që hynë në një hotel mbase kanë, kanë detyrimin të dorëzojnë një dokument, po. Po, kartën e identitetit. Aty. Apo duke i thënë klientit që shiko, mund t'i mbaj këto të dhëna, ti je krejt okay. Karta e identitetit merret për arsye edhe për siguri edhe si procedurë, por nëse i thuhet klientit, a mund të përdorim, mund na japësh një adresë emaili? Kaq po. Sepse ne her pas here bëjmë dhurata ose zbritje për klientët tanë ekzistues. Po. Dhe zbritje deri në 50%. Pra duke qenë i hapur me klientin? Patjetër. Dhe në momentin që klientët e dëgjojnë kështu, 99% thonë, po, direkt. Aq më shumë ai që vjen shpesh në Tiranë, nëse është i huaj, ose në Tiranë. Ne në jap edhe rast në libër që kemi shkuar, festuam festat e nëntorit në Malzi, në Budva, pse? Sepse ishte hoteli që na bëri një ofertë dedikuar me email. Në Vajtës, edhe jo në Shqipëri. Dhe e bukur ishte që tek ai hotel ishte gati 90% kur hëngrëm mëngjesin në restoran, ishin shqiptarë. Din për atë punojnë? Sepse ata kishin bërë këto emaile të dedikuara për i gjithë ju që keni qenë para një viti tek ne, për festat tuaja, keni këtë zbritje të dedikuar vetëm për ju. Dhe na bëri habi që gati 90% në ato data që ne duhet i festojmë në Shqipëri,
ishin atje shqiptar. Pse? Sepse asnjë hotel në Shqipëri nuk na kishte dërguar një ofertë personalizuar. Ato mund të kenë bërë postime me oferta në Facebook, Instagram, por unë nuk i kam parë. Dhe ata që ishin atje nuk i kam parë. Pse? Ti ja hape emailin pra? Unë ja hapa emailin se ishte një ofertë dedikuar për ty. Si ishte subjecti? Një ofertë e dedikuar për ty. Pra shumë personale. Personale, ose mund të jetë edhe me emër, nëse bëhet në mënyrë profesionale. Fjala ofertë nuk të bezdisi? Ofertë. Mund të jetë ofertë, mund të jetë një dedikim për ty, mund të jetë mesazhe që mund të kapin, që mund të jetë për shembull ky mesazh është për ty nga ne. Nga ne që mund të jetë emri i biznesit apo emri i kompanisë. Ose për Renaton i dedikuar një mesazh për që ti e shikon më personale. Dhe me mail që mund bëhet që të personalizohet me emër. E bukur është që emailet kanë fuqinë e pse funksionon. Është sepse kjo database ty të kanë dhënë emaile që ti po përdor, janë klientë që kanë qenë të njohin dhe presin e mirëpresin emailin nga ty. Është targeti i duhur pra. Dhe ata e hapin se mos sot, nesër do ke nevojë. Pra kjo është fuqia. E dyta, ka një interes. Më fal, çfarë sa ditë para festave ta nisën këtë emailin? Pra atë dhënë kohë që ti të mendosh e të merri një vendim? Po, mund të ketë qenë para 2-3 javësh. Po më ishte edhe një reminder para. Ishte edhe një reminder se ka rëndësi dhe patjetër. Timing dhe pra. Dhe bukur është kjo që qofse ti i informon më parë, qofse i bën një reminder, mund t'ja bësh me emaile. Qofse ti bën thjesht postim, tham 97% e njerëzve nuk do e shohin. Dhe kurse me email ti mund t'i komunikosh që të gjithëve. Dhe bukura është kjo që ti ja bën në formë personalizuar, me emër, dhe dyta, emailet mos përdoren vetëm për të shqitur. Emailet mund bëhet një email mund të jetë për shembull 5 për shembull në rasti që ishte për Budva, 5 vende më të bukura që ti mund të vizitosh në Budva. Pas disa ditësh. Që unë shkoj, po shkoj dhe një arsye më shumë se jam i informuar. Po. E dyta mund të jetë një dhuratë për ata që vinë këtë kohë, përfitojnë disa dhurate që mund të ndoshta një shishe verë apo diçka, nëse ti e bën book te website-i jon, ndoshta jo te faqja e booking etj etj. Ose nëse ti promovon brenda kësaj date një ofertë, një urgjencë që mua më interesoj që ta marr. Dhe e treta, të jenë periodike. Emailja mos jenë vetëm për të qitur, por të jenë informues, edukues, promovues për datat veçanta. Ne kemi fatin që kemi data, kemi Shën Valentin, kemi festat e ballëkumeve, kemi Krishtlindjet, kemi Vitin e Ri, po thjesht çdo muaj kemi festat e nënës, festën e mësueses, çdo muaj pothuajse në Shqipëri ne kemi nga një festë dhe është një arsye që ne të komunikojmë me emaile, një arsye që ne mund t'i japim bonus, mund t'i japim ofertë, mund t'i japim incentiva që ata të vinë tek ne. Dhe shpesh ato artikuj që emailet përdoren, hapen, por thjesht duhet të jenë të duhurat. Të duhura dhe për audiencën e duhur dhe të jenë në mënyrë që mos jenë vetëm në shitje që njerëzit mos ta çojnë direkt në spam. Po të jenë që ti më e informon, po më edukon, po më tregon dhe për data veçanta çfarë mund të bëj. Dhe më jep edhe një arsye apo disa arsye pse unë duhet vi tek ty. Pra më kujtohet edhe për çfarë kam nevojë. Supozojmë nëse unë do ikim në Maltëzi, është e sigurt se ne kur udhëtojmë në vende të reja, gjithmonë bëjmë çfarë në kërkim ku duhet të çfarë mund të vizitojmë. Është rasti për shembull, nëse ke blerë një libër në Amazon Kindle, mbas një jave të vjen ata persona që kanë blerë këtë librin, ja çfarë libra që kanë blerë ata, që ti të nxit. Pra platforma apo biznesi mund të kthehet në guid. Që unë nuk kam një mentor kush do më rekomandoj libra. Pra i përkëdhel dhe egon klientit kështu se ti je futur në këtë grupin që lexon këto gjërat. Patjetër. Dhe kjo është e bukur që ti kur një klient të ka ardhur një herë, ti ai është 6 herë më lehtë, është në një studim, që ai të vi përsëri. Kurse nëse një klient nuk ka ardhur fare, siç janë ato fushatën në Facebook, Instagram që këto bërin gjithmonë të audiencia të ftohta që as nuk e njihnin, normalisht s'kam se të vinë, sepse ata nuk të njohin, nuk e di sa i mirë je ti. Nëse ti vetëm do me shit, dhe pse duhet vite ty kur un kam ikur në disa hotele të tjera dhe shumë herë më e vështirë për të fituar. Ndërsa nëse database do ishte me emaile, komunikimi shumë herë më i vazhdueshëm. Edhe gërshetimi do ishte edhe nëse ata shikojnë dhe pastaj oferta dhe nga Facebook, Instagram, do e besoni shumë herë më shumë se ti ke pas dhe mënyra të tjera komunikimi apo i ke mbajtur marrëdhëniet me ta. Dhe kjo është e mira e emaileve themi ne,
apo grupeve që mund të jetë në WhatsApp apo në channel në folëm Instagram. pak, jo folëm pak, po folëm shumë për networkun, se sa i rëndësishëm është për mbajtjen e marrëdhënies me njerëzit, po si është raporti mes këtij komunikimi digjital dhe komunikimit të drejtë për drejtë? Supozojmë je drejtues si një kompanie, biznesi, je drejtues si një departamenti në një bankë apo drejtues si një banke. Sigurisht ke komunikimin digjital, që e ke aty, e ke ndërtuar mbase në LinkedIn ose por nga ana tjetër ke edhe komunikimet e drejtë për drejta me njerëzit, pra takimet, nuk e di, eventet e ndryshme, panajiret që mund të marrësh pjesë. Si qëndrojnë këto dy? A duhet të ecin paralel? Patjetër e mira është të jenë paralel, sepse fizikja patjetër është rrit shumë herë më shumë besueshmërinë. Networku është më real. Ne themi mos bëj network, bëj miq. Pra, jo vetëm mbledhësh kartë vizitat, po edhe të njohin njerëzit. Kur i kanë përballë besojnë edhe më shumë. Pastaj media sociale është një mënyrë shumë mirë që ti të mbash marrëdhënien me ta. Për të ftuar diku, për të vazhduar takime më personale, se në një event networking ti nuk flet dot gjatë për oferta apo bashkëpunime. Kurse media sociale të ndihmojnë që ti shikoni një aktivitet që ato kanë, ti të bësh pjesë. Shikojnë që kanë një ofertë dedikuar, ti të shkosh tek ata dhe të gjenerosh më oportunitete. Por mënyra më e mirë patjetër është fizike. Por ne kemi të limituar, po patjetër. Unë në networkun tim kam rreth 25.000. Maksimumin muaj mund të takoj 50-100. Nuk mund të takoj, por ama është një mënyrë mirë, një postim mund të shikoj 20.000 veta. Kjo është fuqia që kanë sot media sociale. Edhe po thuj se çdo muaj shikojnë rreth 70.000 persona postimet e mia. Unë LinkedIn jam më shumë, është platforma për target grupi që unë kam, për profesionistë, për vendimarrës, biznesi e tjerë. 70.000 persona që shikojnë postimet janë gati 3 stadiume plot e Airbnb-ja. Dhe nuk janë me njerëz rastishëm, po janë me njerëz që deri diku duan të dinë se si të përdorojnë më mirë media sociale, duan të dinë si të promovojnë më mirë ekspertizën e tyre, duan të dinë si të rrisin biznesin dhe brandin e tyre. Dhe përmes postimeve unë tregoj ja si po i ndihmoj bizneset e tjera, ja çfarë thonë ata për mua, me testimone. Si ka ndryshuar tregu i trajnimeve, Renato? Si mendon ti, a kanë tani nevojë dhe a konsiderojnë të rëndësishme bizneset trajnimin e punonjësve në fushën e komunikimit, të komunikimit digjital? Si ke parti se ti ke dhe përvojën e viteve më përpara, pra? Këto 7 Kur e keni hapur Digital Academy? Para 7 vitesh. Do më thënë që i bie... Në 2020 e kemi hapur, që i dhe në pas pandemisë, gjatë pandemisë. 7 vite dhe pak, e kemi hapur që atëherë, sepse atëherë ishte edhe fuqia më e madhe, vëmendja online. Dhe pam që shumë biznese po bënin një gabim se përdornin si para pandemisë, pra nuk kishin strategji të reja. Ndërkohë situata ndryshoi. Dhe situata ndryshoi sepse u pa sa e rëndësishme është sot media sociale. Dhe nga kjo eksperiencë 6 vjeçare, 7 vjeçare që po bëjmë, kemi parë që interesi sa vjen e po rritet. Sepse akoma nevoja ka një nevojë të jashtëzakonshme për edukim tregu. Profesionistët është akoma për të ardhur keq që përdorin nga 2 orë, 3 orë në ditë, po më shumë e kalojnë për të kaluar kohën. Po jo për të përdorur si mjete për të promovuar ekspertizën apo për të gjeneruar shitje. Pra si mjete për të arritur objektivet e tyre profesionale. Dhe duke parë këtë, patjetër ka nevojë sa më shumë po shikoj që njerëzit po i përdorin, në një mesatare që është e frikshme që kemi bërë është 5 deri në 7 orë në ditë. Që nga studentët që kemi qenë në ca universitete në leksionet hapura, kemi parë që po i përdorin nga 5 deri në 7 orë në ditë, që do thotë është gati më shumë orë se sa në universitet, ai është online. Më shumë orë ato janë online në media sociale, se sa janë duke folur me prindërit. Dhe imagjinoj çfarë informacioni marrin. Dhe qofsa niveli që ato marrin, apo faqe që ndjekin, apo persona që ndjekin, të jetë në nivel mediocre, imagjinoj çfarë informacioni marrin. Çfarë individësh bëhen, pra. Dhe problemi është ky që konsumojmë, atë që ne konsumojmë, ajo bëhemi. Pra ato mendime dalin nga ne dhe ato kthehen në veprime dhe ka krijuar në një pjesë të mirë, po krijon jo vetëm varësi, po krijon dhe nervozizëm. Sepse ti po të ikën nga të gjysma ditës, po ikën, imagjinoj, edhe kjo është rutinë që në fund vitit, momentin që ti nuk e marr asgjë me vlerë, kjo kthehet në pesimizëm, prandaj kthehet në I kemi pyetur dhe ne audiencat, Renato, lidhur me këtë që po thua ti nervozizmin. Dhe për të shtuar diçka. Kjo është në mas.
E dyta në nivelin e biznesit, se kjo është e rëndësishme. Është kosto e jashtëzakonshme e madhe që një kompani me 500 punonjës, me 1 punonjës, mos t'i mësoj ata që t'i përdorin si mjete për të arritur objektivet profesionale. Drejtuesit, vendimarrësit kanë para për trajnime? Për t'i edukuar punonjësit e tyre? E lëshojnë ata apo e kanë më me qejf të shojnë në ritrite dhe ta mbyllin këtë punë? Në një ritrit ose shiko, dhe ritriti ka ato aspektet pozitive, të lidhjes me stafin kemi edhe parë që kanë nevojë, në momentin që shikojnë vlerën që kanë investuar. Një pjesë ne kemi bashkëpunuar aktualisht me Pra po ju përgjigje pyetjes çfarë fitoj unë, pra në qoftë se je i qartë tek ne kemi parë që kthimi i investimit është minimalisht 10 fish. Në momentin që trajnohet stafi, gjenerohet, i mësojmë strategjitë e shitjes digjitale, kemi parë që te departamenti marketingut gjenerohen shumë herë më shumë. Brenda 3-6 muajve të parë, shitje kanë deri në 30% më shumë në momentin që ndjekim planin dhe programin që bëni dhe matje mbrapa, po bëjmë dhe matje dhe mentorim, se është edhe trajnim, edhe mentorim dhe ndjekje dhe konsulencë stafi që ta ndjekin planin dhe gjenerojnë vazhdimisht klient. Kjo është vlera që ofrohet. Ndërsa një gabim tjetër që bëjmë bizneset është që bën dembel. Marrin një influencer, mendojnë që ai do i bëjë marketingun dhe nuk mendojnë gjatë pastaj se çfarë do bëhet. Një influenceri ka pagesën për një postim dhe thotë ma bëj gati aty postimin. Ma bëj edhe gati dhe faturën. Po, dhe në fund ditës influenceri rrit audiencën e vet, dhe biznesi nëse çfarë do bëj? Do paguaj një influencer tjetër. Dhe kurse në momentin që ndërtoj një skuadër të mirë në departamentin e marketingut, fuqizon dhe stafin që të përdorin në mënyrë profesionale. Dhe edhe kush e di sa po na urrejnë në thonjë se influencer tani me këto që po themi. Influencer kanë punën e tyre. Por që kam përshtypje që gjithmonë janë shumë të zgjuar se i rigjenerojnë këta influencer strategjit. Do me thënë, dimensionohen her pas here, sepse po të vëshre dhe atyre audienca ikën. Dhe kanë filluar pastaj nga këto gjërat e mëdha dhe jashtë lidhjes me audiencën, kalojnë te çështje që janë më të prekshme për njerëzit, flasin për çështje më sociale. Ridimensionohen ata, ridimensionohen. Një influencer, unë respektoj shumë influencer që meritojnë vëmendjen e dur, kuptimin çdo profesionist, apo çdo ekspert, apo çdo njeri që ka që shton një vlerë në treg, patjetër që e respektoj dhe ne këtë po themi që hajde të bëjmë më shumë njerëz të tillë. Dhe që njerëzit të marrin një lloj vlere, një lloj informacioni që ka rëndësi për ata. Po të thosha pak më parë për audiencën, se edhe ne kemi bërë kërkimet tona te audienca. Edhe këtu fal mbështetjes së Autoritetit Mediave Audiovizive në Shqipëri, na kanë mbështetur në një studim të rëndësishëm për shëndetin mendor dhe efektet që kanë përmbajtjet mediatike te shëndeti mendor i audiencës, dhe 3 produktet që i nervozonin më shumë ishin reality show, sepse ishin për ta shumë frustruese, ju krijonin panik, ankth, shqetësim, dhe po ashtu ishin debate televizive, kryesisht të lidhura me politikën, po këto debatet e përditshme, po themi përnatshme, dhe një të tretë se nuk e mbaj mend më, po këto dyja ishin dhe më fal, e treta lajmet e kryesisht të lidhura me kronikën. Është logjike lidhja. Pra, duke qenë që ata i ndjekin më shumë këto 3 lloj produkte, janë dhe më të shqetësuar nga këto lloj produkte. Por, në thelb mund të ishte një përgjigje tjetër që s'ishin të shqetësuar nga këto produkte. Mund të ishin shumë të lumtur, po themi. Pra, vërtet është lidhja se i ndjekin më shumë, por ama kupton edhe feedbackun dhe matjen që këto produkte kanë te audienca, dhe vërtet është e trishtueshme në një sens, sepse praktikisht ne si media, dhe nuk flas për Gogo Pikal, por në përgjithësi industria mediatike po ju ofron nekrofili, kush u vra, kush u pre, çfarë ndodhi te aksidenti, ja viktima, ja gjaku etj, që është e tmerrshme. Po u ofrojmë përplasje dhe sherre në televizion, duke mos u marrë me tema dhe me çështje mirëfilltasi të rëndësishme për ta. Dhe po ofrojmë pastaj skenare Big Brotheri, apo që janë këto përputhen e këto reality show të tjera. Ndërkohë që pas përvojës që pata në Skandinavi, situata ishte krejt tjetër në ato vende. Sigurisht ne nuk mund të jemi Skandinavia, nuk mund të jemi as Norvegjia, as Danimarka, as Suedia. Sigurisht do na duhen shumë hapa, po
ata besonin shumë në gazarinë konstruktive, pra që ti jesh afër me njerëzit, po t'ju shërbesh njerëzve sepse praktikisht këta njerëz që ti ke audiencë apo publik janë larguar prej teje, nuk kanë më besim të ty. Sepse ti po I lodh praktikisht. Me këto çështje që janë shumë shqetësuese dhe kjo shumë mirë që e tham sepse ndoshta ju shërben edhe bizneseve për të kuptuar se ndoshta edhe ku duan të investojnë. Edhe në tregun mediatik. Pra mund të investosh duke bërë një reklam në televizion, nuk ka asnjë problem. Në këto reality show që janë shumë të ndjekur, por nuk duhet të harrojnë që ne kemi pas njerëzit mbasës janë aq dhe aq 100% aty më. Kemi parë, po të jap një rast, me një klient që ne kishim, kemi edhe statistikë që kishte hedhur goxha, kishte bërë një reklam te një nga këto reality show dhe feedbacku ku ishte 0. Kishte numër, kishte pa 100.000, 200.000 vetë. Ashtu po si ka mundsi sepse aty sekonda është shumë e shtrenjtë. Po, kjo nuk do të thotë që do kthehet patjetër në shitje. Sepse ka të bëjë shumë çfarë niveli është audienca dhe audienca që shikojnë storyt apo postimet e tyre. E shikon sepse nesër do blej nga ty? Jo, ai shikon sepse unë bile sot po më shqetëson, unë do të shikoj atë gjë. Që do thotë atë e shikon për ta bërë skip. Po jo për t'i fituar vëmendje. Mënyra më e mirë. Madje e bezdisin reklamat, se thotë kur do filloj show. Prandaj e them. Dhe qëllimi është kjo që një nga gjërat që media sa vjen e po zbehet besimi është kjo që janë kthyer në rreth vicioz dhe shikojnë vetëm si të kapet kjo vëmendja pavarësisht pasojave. Pra, shikojnë që si të kapet vëmendja, po jo të rritet besueshmëria. Nëse ti bën zënka, një herë, 2 herë, nëse ti bën me rastin e përputhen, që ti bën vetëm drama dhe jep shembuj që vetëm të bëjnë kapin vëmendjen, po në fund fare ulet niveli, ti normalisht nuk e fiton audiencën. Ti e bën audiencën për mendimin tim të injoroj më shumë nesër. Është një shembull që ne japim që nëse një njeri do vëmendjen, është si një person që bën një aksident të rrugë që normalisht gjithë e kthejnë kokën. Po fundi sot po ky budalli se pa makinë që ishte parë duhet ngadalësonte. Pra nëse shumë nga mediat bëjnë vetëm këtë një aksident, një gjë të keqe, që gjithë duhet kthejnë kjo zënka, puthja e tjerë, që gjithë kthejnë kokën, ç'a ndodhi? Po pse edhe në fund ditës të dy respektohen më pak. Dhe ky është problemi që ne themi sfida më e madhe sot është kapja e vëmendjes, po dhe rritja e besimit. Nëse ti humbet besimin vetëm për të kapur vëmendjen, e humbe klientin. Dhe ky duhet të jetë sekreti. Po dhe sa pak duhet, për të kapur vëmendjen duhet shumë pak. Patjetër. Gjëra shumë minimale. Sot dil te kurzimi. Po. Ku dëgjon? Dali një person nga kurzimi, gjithë kthejnë vëmendje, po ideja është ç'a imazh jep. Po krijimi i besimit është proces dhe është punë më e vështirë. Ne njerëzit që besojmë, edhe mediat apo bizneset janë ato që kanë një lloj impakti. Na kanë ndihmuar me diçka. Ose I besojmë në diçka, se na ka thënë diçka të mirë. Kemi gjetur diçka të vërtetë aty ose një gjë tek ta na ka pëlqyer, ka një gjë me rëndësi për ne, qoftë edhe një ndjesi, qoftë edhe një mendim, qoftë edhe një shërbim që më ka ndihmuar. Shpesh ne themi që brendi yt nuk rritet nga sasia e postimeve që ti bën në media sociale. Brendi yt rritet nga impakti që ti ke te njerëzit. Dhe impakti është siç keni ju me artikuj edukues, utilitar, informues që njerëzit mund të jetojnë më mirë, mund të marrin një investim për ndoshta për të përmirësuar diçka në jetën e tyre. Se po më kujtohet tani, dhe këtu nuk është se kemi bërë një plan të promovojmë Gogo.al, po më kujtohet një shkrim së fundmi që kemi bërë si ekip për ashensorët, përdorimin e ashensorëve. Jemi të çuditur me ndikimin që ka pasur në ata audiencë që ne kemi, sepse ndoshta një pjesë e njerëzve nuk e dinë që Bashkia e Tiranës ka një fond të posaçëm që mund të bashkëfinancojë vendosjen e një ashensori në godinat e vjetra. Dhe kemi parë dhe në diasporë, audiencën e diasporës që ka pasur interesi, duket ndoshta ka prindrit këtu, që janë të moshuar, që kanë nevojë, po dhe komentet, dhe pyetjet që na janë bërë, se nuk kanë informacion. Se nuk kanë informacion.
Ky sigurisht ishte një shkrim që kishte hulumtime brenda, ka gazetari dhe gjërat janë shumë të verifikuara, por nga ana tjetër është një produkt, është një shërbim që ne I ofrojmë publikut. Është një për gjëra që nuk I di informacion me dhe si ti bëj, si ta bëj në rast se ka interes. Kjo është mënyra më e mirë. Sot, po thuaj se në çdo industri ka një nevojë të jashtëzakonshme për edukim. Ne kemi një emër për këtë që është gazetari konstruktive. Konstruktive. Okej, ne I quajmë kur pozicionohet biznesi apo individi si edukues, jo si shitës. Po. E këtu ndajemi bashkë, I ndam edhe Po. Ky ka qenë qëllimi edhe I jon, edhe në trajnimin që themi. Informacioni me rëndësi, komunikimi më I efektiv online është kur ti I jep një mesazh me rëndësi për audiencën. Po. Në një botë që gjithë duan të qesin, ti bëhu edukuesi. Në këtë mënyrë ti kap dhe vëmendjen, kap dhe besimin dhe ata thonë faleminderit se po I ndihmon me diçka, si ky artikulli. Po. Dhe shpesh themi këtë që kur shumica e bizneseve duan vetëm të qesin sot se shikojnë marketingun si shitje, ata që do të diferencojnë janë ata që e shikojnë afatgjatë, long term. Ne në LinkedIn për shembull bëjmë pothuajse çdo javë artikuj të gjatë edukues që për ata që duan të mësojnë marketingun. Për ata që duan të jenë profesionistë të marketingut digital, të dinë si të marrin maksimum nga media sociale, të rrisin shitjet përmes mediave sociale, të rrisin brandin e tyre, ne çdo javë bëjmë artikuj për edukues që ato të mësojnë. Dhe nga 30 e ca artikuj që unë kam bërë në LinkedIn këto 2 vitet e fundit, idetë kryesore, historitë kryesore I kam zgjeruar, I kam përmirësuar dhe sot janë në një libër. Dhe libri, qëllimi është ky që për ata që duan të mësojnë ja ku kanë. Se kanë 8 orë trajnim, informim dhe se si ti arrin gjërat më shumë. Dhe kjo është pikërisht në funksion të kësaj strategjie, që le të ndihmoj më shumë njerëz përmes kësaj dije, këtij informacioni që ne kemi, sepse nëse ti ndihmon, njerëzit besojnë më shumë dhe vetëm kur njerëzit besojnë që ti je personi I duhur apo zgjidhja më e mirë do vinë te ty. Dhe ne themi ka 3 mënyra për të influencuar njerëzit që të besojnë te ty. E para që bëjnë shumica është që themi sa të mirë jemi, sa të bukur jemi, se ne kemi produkte më të mira, më të mirë se ne s'kemi pa. Po ja themi vetes pra. Po, ne ja themi vetes, po. Dhe kjo është që bëjnë shumica. 97% e bizneseve thënë ne jemi më të mirë, më kështu. A dhe influencerave me çfarë fjalë. Kështu që këtë bëjnë shumica. Mënyra e dytë që është më efektive është të bësh të tjerë të flasin mirë për ty. Që janë klientët, janë historitë e suksesit, testimonials, janë punonjësit e tjerë. Me punën tënde pra. Me punën tënde. Dhe që kjo vlen shumë më shumë. Këtë bëjnë shumë më pak. Po. Mënyra është e zemë në fushën e real estate-it. Agjensitë e real estate-it nxjerrin vetëm prona. Ja për një rast në libër që duan vetëm çesën. Ne para ca kohësh po shikonim. Jo pra ti që ti kishe bler kondicioner, po kishe kërkuar edhe për shtëpi. Edhe për shtëpi. Do të nxjerrnin ty pra se si e gjete nga X. Dhe e bukur ishte kjo që e sa I kënaqur ngele. Të gjithë donin vetëm shesnin. Po asnjëri nuk donte të mendu konde që ku duhet ta blejmë shtëpinë si çift I ri në këtë kaosin e Tiranës. Janë edhe ca idenë për shkrimet tani. Të bëjmë dhe ne të shkrimë. Dhe kjo është shumë gjë mirë. Dhe e bukur është që ti ka vëmendjen e tyre. Po. Dhe nga shumë agjenci që shkova për blerë, ishte asnjëri nuk donte të na edukonte. Gjithë donin vetëm shit. Dhe normalisht nuk kisha si ti besoja asnjërit, derisa gjetëm vet më pas në një mënyrë shumë interesante. Dhe e bukur është kjo, që mënyra më e mirë për të rritur besimin është edhe para që thamë që thuaj se e mirë, se e bukur, po bëj të tjerë të flasin mirë për ty, po mënyra që ka më shumë efektivitet është ja tregosh, duke ndihmuar realisht. Një artikull që mund të jetë edukues, artikull që ne bëjmë çdo javë, artikulli juaj, që ishte që ja se si pallati juaj ekzistues mund të marrë ascensor të paguar nga bashkia, si duhet aplikoni. Nga bashkia, nga taksat tona, pra, se taksat tona janë, por që... Por ne pagujmë që taksat, por nuk e dim ku shkojmë, po të pak të dim... ti përfitoni ju, pra. Të përfitojmë, dhe kjo është ideja, që jep një informacion me rëndësi. Ti po I ndihmon me diçka që ato mund ta bëjnë. Po si e bëm ne, se ne nuk shkruan vetëm tekst. Ne morëm banorët që e kishin vënë ascensorin. Dhe pra tregu dhe një histori reale. Ata treguan, e treguan ata historinë. Atëherë kjo është e bukur, që pra e kombinuat këtë që po diskutojmë. Sepse ky është thelbi që njerëzit që kanë përfituar
janë dëshmitarët më të rëndësishëm në këtë rast. Patjetër. Ai është rezultati. Sa më shumë do të tregojmë rezultatet. Se mund të kishim shkruar ne si gazetar, pra, me zërin ton, por do të ishte ngelur, po. Kur tregojnë raste konkrete, histori konkrete, apo shkosi si bashkojnë fushat e marketingu me gazetarinë e habitshme. Janë të lidhura. Ka diçka që i dallon pak. Për shembull, ne themi aftësia e copywriting, që është copywriting nuk është e drejta e autorit. Në marketing si term është aftësia për të shkruar në mënyrë bindse, që të nxjisësh audiencën të marrë një veprim, apo me fjalë tjera të shesësh përmes fjalëve. Ju si qëllim keni atë informimin dhe edukimin. Jo, e ke gabim. E ke gabim sepse edhe këtu bashkohemi. Unë për shumë në metodat e redaktimit që ju shpjegoj studentëve, po edhe më herët të kurse që ata kanë marrë shkrim raportim, sigurisht flasim për lidet, kreun e shkrimeve, mënyra si do shkruash, tingëllimi. Ne kemi parime si tregoja një fëmijë 5 vjeç. Patjetër, sa më thjesht. Janë parime shumë të ngjashme, po sigurisht me qëllime të ndryshme, por që parimet ngelen ato. Ose tregoja gjyshes 90 vjeç që ta kuptoj, fol në mënyrë shumë personale pra me njerëzit. Kështu që janë personalizoje, patjetër. Por ne shkojmë një hap më tej se ne duam edhe të bindim që të bëjmë një veprim. Edhe në rastin tuaj ishte që edhe ata të aplikojnë që të marrin në zem financim nga bashkia për atë gjë. Por ne kemi her pas here të qartë. Ky është të aplikojnë, domethënë ky ishte ndoshta qëllimi i dytë, por qëllimi i parë i yni është që ta informojmë saktë. Patjetër, se si kanë mundësi. Ekziston dhe kjo mundësi dhe pastaj ata e dinë vetë, po në rastin e marketingut patjetër është ti shtysh për ti çosh të marrë një veprim fund, që mund të jetë të shkojnë në website-in, të lexojnë një artikull, një podcast, apo të blejnë diçka patjetër. Në fund ditës, ne themi marketingu është arti për të bërë shitjet e tua më të lehta. Që mos merresh shumë me shitje, por që të gjenerojnë klientë. Dhe themi, imagjinoj një botë që mos jesh ti që kërkon për klient, po të vinë klientët e ty. Ky është qëllimi i marketingut. Se i ke komunikuar vazhdimisht dhe i e pasionuar në mendjen e tyre si zgjedhja e parë. Kur ata kanë nevojë për diçka, emri yt i shkoi parë në mendje dhe të kontaktojnë. Çfarë rekomandon Renato startupeve, të rinjve që duan të investojnë në komunikimin e tyre digital? Sigurisht një pjesë e startupeve janë edhe të lidhur edhe me teknologjinë dhe këta sipërmarrës të rinj në një farë mënyrë e njohin mirë fushën, po kam përshtypjen dhe këtu bjem dakord të dy se pak a shumë dhe ti e the që të njohësh mjetet nuk do të thotë që ti je i suksesshëm. Si thua do shtrosh një bazë dhe mbase dhe sa njohuri të komunikimit masiv, se si është transformuar apo të komunikimit digjital do të hynë, po nëse mund na japësh 2-3 këshilla apo hapa konkret për këta të rinj që sapo janë futur ose mund mos jenë të rinj, po sa kanë hapur sipërmarrjet e tyre. Okej. Për të rinjt, do thotë fokusohen, mos shikojnë bizneset e mëdha që bëjnë reklama me billboarda apo me city light apo bëjnë vetëm fushata për brand awareness, pra për njohjen e produktit, po duhet të fokusohen të dinë kush është klienti që ka nevojë. Klienti ideal që e themi. Dhe të shikojnë pyetjet më të shpeshta që ato kanë, hezitimet që kanë. Pra, bëj një listë me 10 apo 20 pyetje kryesore që kanë mendje dhe se si ti mund të edukosh, të informosh dhe të orientosh produktin tënd si zgjidhje për ata. Pra, kjo mund të jetë një mënyrë që ti mund të bësh një plan mujor postimesh vetëm duke i dhënë përgjigje pyetjeve më të shpeshta që ato kanë. Në këtë mënyrë kap dhe vëmendjen e tyre dhe e informon dhe edukon dhe çon te produkti jot, te burimi. Pra, tham në fillim që qëllimi është i arsye pse njerëzit blejnë se kanë o problem për të zgjidhur o një dëshirë pa plotësuar. Njohja e këtyre klientëve ideal të ndihmon ty që të dish për çfarë të komunikosh dhe të dish si ta prezantosh produktin tënd me ato mesazhe që të kapësh vëmendjen dhe të nxjisësh që të bëjë një veprim. Dhe të bëjnë oferta për të nxitur audiencën me një sens urgjense që ta blej tani me bonuse. Dhe fushatat mos bëj vetëm fushata eja blej tani, po të ofrojnë incentiva. Nëse kanë biznese të reja, startup, të ofrojnë incentiva
ndonjëherë edhe mund të japin diçka falas, vetëm e vetëm për të bërë audiencën që të ngrinë dorën dhe që të vinë dhe të krijojnë databazën, atë që tham, ta zgjerojnë dhe të bëjnë më pas mënyra se si të rishesin atyre. Se dhe upselling, cross-selling, të japin klienti mundësi ka të ca tjera. faza nga ndërgjegjësimi. Patjetër. Cilat janë këto fazat që klienti shkon drejt? Janë 5 fazat kryesore. Janë ndërgjegjësimi, që ai e kupton që ti ekziston dhe që ka një nevojë që ti mund ta plotësosh, pra ka një problem për të zgjidhur. E dyta është faza e konsiderimi, që ai po fillon ta konsiderojë që a je ti zgjidhje e mirë apo jo, që këto lloj postimesh që ti e informon dhe edukon me arsye dhe me histori suksesit të tjerëve, ndihmon shumë mirë dhe në momentin që ai fiton besim e kupton se ti mund ta ndihmosh, ai fillon te faza e tretë pastaj që mund konvertohet. Është konvertimi, që e kthehet nga klient potencial në klient blerës. Shumica e bizneseve ndalojnë këtu marrëdhënien me ta. Nuk flasin më, fokusojnë vetëm te klientë të rinj. Atë do faleminderit, mirë pafshim. Kam parë sa në real estate që momentin që ai e merr shtëpinë me qira apo e ble, nuk e marrin më në telefon se thotë, "Ore, mos ka ndryshuar vëmendje." Mbaj më çfarë po thoshe se po më kujtohet një moment me donatorët tanë në një trajnim, edhe ne si media të reja që përgjithsisht bazën e mbështetjes financiare e kemi nga projektet, këshilla kryesore që morëm në një trajnim që bëm ishte që mos e shikoni donatorin si një vit punë. Edhe mbyllët aty. Përkundrazi, nëse ju ofrojmë për shembull X para për një vit, ju thoni jo, unë dua pjesëtim për 2, pra më jep gjysmat këtë vit dhe gjysmat vitin tjetër, sepse kështu donatorët që do ju mbështesin do kuptojnë çfarë punë bëni, do kuptojnë çfarë ka nevoja. Dhe nesër mund më shumë, patjetër. Dhe ata na i sugjeruan që mos e shikoni, mbaroj projektin dhe u mbyll gjëja. Sepse edhe kjo është mënyra më e mirë, sepse shumica e bizneseve ndalojnë aty. Po, pas konvertimit, çfarë duhet bëjmë pastaj? Aty zgjerohet më shumë mundësia. Nga konvertimi kthehet në klient besnik. Që ti mban marrëdhënie të mira, i ofron dhe zgjidhje të tjera të personalizuara, që ai mund të blejë diçka tjetër. Në rastin e për shembull bankave, në momentin që ai konvertohet dhe merr një kredi për shtëpi, ti mund të ofrosh edhe kredi mobilimi. Dhe një kartë krediti. Dhe një kredi për pushime. Dhe një makinë esër. Që nuk e di kjo kredia për pushime është katastrofike. Se kemi dhe kredi për pushim. Pra, dhe çfarë bëjnë bizneset e mëdha? Ti të lidh nga të gjitha anët dhe nuk e shkosh. Dhe që ka shumë më të vështirë ai të ikë te një brand tjetër, te një biznes, sepse ka shumë lidhje me ty dhe pra ofron mundësi upselling, cross-selling, quhen si terma, ose e ti të shesësh përsëri dhe më shpesh tek ai, moment që ti ke marrë të marrëdhënie të mira me të. Dhe në fund ditës qëllimi është që ta kthesh në promotor. Momenti që ti e bën dhe klientin të flasë mirë për ty dhe nesër të sjellë dhe miqtë e tyre, aty ti fiton 2 klient, 3 klient, 10 klient, 20 klient. Dhe kur ti e merr dhe histori suksesi dhe ja bën video dhe e ndan dhe sponsorizon ta shikoj gjithë Tirana dhe bën disa nga ato, ne kemi bërë mbi 40 e ca, dhe kemi parë që këto video na kanë sjell klient dhe më të mëdhenj. Ashtu. Kemi bërë një histori suksesi me një bankë, na ka sjellë disa banka të tjera. Po. Pse? Sepse kompanitë duan të dinë a është real, a ka vlerë reale dhe çfarë thonë të tjerët për ty. Më thuaj çfarë thonë të tjerë që unë të besoj. Dhe kur ti ke bërë shumë klient që të flasin mirë për ty, me anë të testimonials, me anë të video suksesi, reviewve, me anë të dëshmive her pas here që ti bën, dhe këtë krijon në sistem që nuk e ndalon marrëdhënien të thjesht bëri një shitje, po i kthehen në klientët nga të kënaqur në promotor, bën më shumë networkun e tyre, njerëzit e tyre, më shumë audiencë të njohin, të kalojnë prapë në fazën e awareness, të ndërgjegjësimit, të konvertimit, dhe të kthesh dhe ata në klient promotor. Prandaj themi marketingu si sistem. Dhe bukura është kjo që kur ti di dhe ke kthyer në protokoll që dhe klientët e kënaqur, të dish si ti njohësh dhe ti incentivosh që të flasin mirë për ty, duke dhënë bonus, incentiva, e ke shumë më të lehtë pastaj për gjeneruar klient. Ne kemi për histori suksese disa klientë, kemi 3 pyetje thjeshta që para çfarë të pëlqeu më shumë nga trajnimi, themi ne. E dyta, kush janë temat që do ndihmojnë më shumë për ta implementuar në biznesin tënd, dhe e treta, nëse ke një mik që ka nevojë për marketing, apo do të mësoj marketingun digital, apo që ka një biznes që do ta zhvilloj, a do na rekomandojë trajnimet tona dhe çfarë mesazhi do i thotë? Dhe atë mesazh që ai e thotë. Atë mesazh neve vëmë fillim të videos
dhe ndajnë në media sociale, sponsorizojnë që ta shikojnë të gjithë dhe mund të targetojnë në Facebook, gjithë ato që administrojnë një faqe biznesi, që janë fix personat e duhur që duhet ta dëgjojnë. Pra e çojmë para syve audiencës që duam. Dhe e bukur është kjo. Nga statistika, klientët e kënaqur, nëse ke një klient kënaqur, ata nuk rekomandojnë. Dhe nuk i shkon mendin të rekomandojnë. Duhet të jesh ti dhe unë, ne biznesi, që duhet i nxisim që të flasin fjalë të mira. Se atyre harrojnë, ato kanë 100 gjëra në mendin e tyre. Ja, por shumë flas një review. E kam shumë bezdi. Por nëse një klient mund të vjen shumë e kënaqur, nuk e dua. Nuk dua të lë. Nuk do të lësh review? Si do mbindesh mua? Unë për shembull, nëse ne për shembull kemi nuk dua në kuptimin jo vetëm që s'kam kohë. Nuk e shoh të arsyeshme. Në rastin me hotelit që ne pati mundësi shumë të mira, apo them edhe rastin tonë më pas, ishte që i tha në fund kur kaloi, a mbeti i kënaqur? Na pëlqen shumë, tha, i mbeti i kënaqur me shërbimi, okay. Kemi shumë dëshirë të ofrojmë një çaj, një çokoladë. Këtu vetëm nëse na bën një review do e vlerësonim shumë. Unë do ta shkruaj si ryshet. Jo, kjo është atë kohë, 1 minutë që ti pin çajin, çokoladën patjetër. Sepse ne shumë nga historitë këto që na thoni përballë, duam që të promovojmë sa më shumë histori suksese, se kështu jemi bizneset e vogla kështu zhvillohen. Nuk kanë buxhetet e kompanive të mëdha. I krijon një situatë të këndshme aty që ai të ketë mundësi të relaksojë dhe ta shkruajë aty review-n? Aty është momenti më i mirë, sepse pastaj harron. Para sa kohës ishim mjashtetit, na tha të njëjtën gjë ai, por na tha kur ne ishim rrugën në avion, duke ardhur në Shqipëri. Ka kalu gati një vit edhe nuk e kam bë. Jo se unë mbeta shumë i kënaqur, po s'kam kohë. Po të na i kishte thënë aty në këndin të recepcioni. Ndërkohë që prisnit po. Unë të kisha bërë në moment. Dhe bukur edhe në për video, pse ne kemi marrë shumë video në për trajnime, edhe pse shumë klient ja marrin klientëve të tyre biznes, është sepse ai në momentin ku klienti është i kënaqur. Për shembull, një real estate ku klienti merr çelçat e apartamentit. Ai është momenti. Ai është momenti që thot fjalë të mira, thuaj, ore, si që kështu, a mund të kthehesh pak mikrofonin? Kemi kamerën, ja dhe çelçat, ja ku e kam. Ai është momenti se klienti po shkojnë në shtëpi, po fillojnë me mobilimin, po shkojnë punë ditë të tjera, po kalojnë 2 javë, ka punë të tjera. Zbehet dëshira dhe nuk e bën. Shumë nga bizneset kanë bërë këtë gabim. Dhe ata që kërkojnë pas një viti. Puna duhet të jetë në moment. Ai është momenti më i mirë. Kur e ke aty, kur është i kënaqur, të thot fjalët e mira dhe aty më themi, shiko, biznesi ynë rritet me fjalët e mira të klientëve. Dhe ne duam të kthejmë ty si një histori suksesi. A mund të thosh 2-3 fjalë si ka qenë me eksperjenca me ne? Dhe nëse nëse edhe njerëz të tjerë kanë nevojë për këtë shërbim, a do na rekomandojë edhe ne dhe çfarë mesazh do i thoje? Leja ata të flasin mirë për ty. Po pikërisht. Dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë. Kemi parë që ka funksionuar. Çfarë do ju sugjeroje atyre që kanë vendime të mëdha për të marrë, për të ndarë ato buxhetet, sidomos në raport, se unë jam shumë i interesuar gjithmonë për industrinë mediatike, në raport me hedhjen e parave, e tham atë që më mirë të investojnë te komunikimi digjital i fokusuar te punonjësit e tyre, te njerëzit e tyre, te faqet e tyre se sa te mediat sociale. Po në raport me, sepse sido që tjetë është realitet media profesionale, media tradicionale që ne i quajmë, apo dhe mediat online, po ashtu, edhe shpeshherë bizneset kanë dhe kriza. Kanë edhe situatat pakëndshme që ju ndodhin. Si duhet ta kenë edhe raportin me mediat profesionale? A duhet ta shohin median si një partner tek e fundit dhe jo ta konsiderojnë vetëm për të hedhur ca reklama aty? Jo, patjetër. Shumë biznese, media duhet të shikojnë si një kanal komunikimi me audienca më të gjëra. Dhe mënyra më e mirë është jo vetëm kur ndodh një skandal dhe më pas të komunikojnë, por duhet të jetë, le të themi, menaxhimi i krizave ndodh para se të ndodhi, kur ti e di do ndodhi. Dhe sa më shumë histori, sa më shumë informacion të ketë audienca, aq më mirë menaxhohet një krizë. Po. Shumë kompani fatkeqësisht bëjnë atë black boxin që janë nëpër avionin që asnjëri nuk e merr vesh çfarë ndodh atje. Dhe vetëm kur plas diçka fillojnë edhe komunikojnë. Po mënyra më e mirë e menaxhimit është që ti ke krijuar historinë tënde, ke thënë narrativën tënde, ke treguar avantazhet që ka një projekt i caktuar, ke treguar mënyrën komuniteti, impaktin që do ketë komunitet.
Dhe kur njerëzit e din këto avantazhet, nëse shikojnë disa avantazhe apo një gjë, prap ka një histori në mendje, ka një informacion dhe e shikojnë më me dyshim nëse ndodh diçka apo një informacion të kundërt. Prandaj dhe kështu krijohet edhe më mirë dhe aq më shumë kur shikohet në mënyrë strategjike, që ti media ti shikojnë një kanal komunikimi dhe i vazhdueshëm. Po pra se kjo është. Jo vetëm ndodhi diçka, bëhet një reklamë dhe mbaron aty dhe tani hajde të shihim mbas 10 vitesh. Pra mos të mbash marrëdhënie vetëm me klientin që është palë interesi në këtë rast, por dhe me palët e tjera të interesit. Patjetër, me gjithë stakeholders, patjetër. Punonjësit janë po ashtu palë interesi, kështu që të gjithë duhet tregohet, duhet komunikohet, që pse po e bëjmë këtë që po bëjmë. Sepse praktikisht sot Renato nuk fshihet dot asnjë gjë. Do me thënë, është humbur mundësia për të fshehur, qoftë edhe një gjë të vogël, sepse ke gjithmonë dikë që të vëzhgon, në rrugë, në rrjete sociale, kudo. Ne për këtë themi që sot nëse ke një produkt që nuk ka vlerë, shumë shpejt do funksionon. Biles marketingu i mirë do e bëjmë më shpejt që dështoj, sepse do e marrim vesh më shumë veta që nuk funksionon. Ashtu, kështu që prandaj dhe nëse produkti nuk ka vlerë, nuk ka marketing që mund ta ndihmojë. Ndërsa në pikpamjen e bizneseve, media është partner për të komunikuar më shumë, për të informuar më shumë, për të bërë më shumë audiencë të njohin dhe të besojnë. Sepse në fakt kur e pozicionon median si armik, në fakt ke më shumë pasoja negative se sa për të mos thënë në peizazhin mediatik shqiptar që kemi edhe këto ekstremitetet e tjera të gjovënies, të nxjerrjes me qëllim të lajmeve negative mbi biznesin, që nuk janë profesionale me thënë drejtën, po këto presionet për të fituar ndoshta pas krizave të caktuara ca reklama më shumë, është peizazh shumë delikat me thënë drejtën. Ajo ka ulur dhe kredibilitetin edhe mediave, pikërisht, por edhe situatës aktuale se si është bërë. Prandaj dhe mendoj mënyra më mirë është që të mbahet komunikimi vazhdueshëm. Edhe me mediat, edhe pse jo të kompanitë, profesionistët që kanë brenda kompanive, her pas here të kenë artikuj edukues, jo vetëm promovues, PR. Po të ketë, nëse janë në një industri bankare, të jetë një ekspert në fushën bankare, të japi një lloj artikulli që ndihmon audiencën tënde të portalit ose të revistës. Ka për ndonjëherë lakmia ta lësh këtë punë që bën, duke qenë në kontakt me shumë biznese që mbase fitojnë më shumë se sa ty. Dhe të merresh me atë lloj biznesi. Apo je krejt komod për të trajnuar këto biznese. Supozojmë shkon në një biznes e zëm në Kosovë dhe mëson që fitohet më shumë se sa me trajnime. Unë trajnimin e kam nisur sepse ka qenë pasion. Dhe për këto 7 vite ka qenë që kam ndjekur edhe kjo më ka bërë edhe që të studioj edhe më shumë, punoj edhe më shumë edhe të kem edhe librin, një studim goxha i madh. Mundësia patjetër që është që mund të kem, kam në mendje që mund të bëhet edhe nesër diçka tjetër. Trajnimi është në funksion, patjetër do e vazhdoj, po është në funksion për të patur një impakt më të madh. Po. Për të trajnuar më shumë njerëz që të marrin maksimumin nga media sociale. Por kjo nuk do të thotë që unë nuk mund të bëj dhe biznese të tjera. Tjetër. Kam pasur dhe mundësi, na kanë bërë dhe oferta. Dhe jemi të hapur dhe ndoshta edhe së shpejti mund të kemi edhe një produkt të ri ose një bashkëpunim të ri. Qëllimi është kjo që së shpejti do kemi edhe një trajnim që gjithë idetë kryesore si bizneset mund të implementojnë në bizneset e tyre, që të rrisin shitjet, të rrisin prezencën digjitale, gjithë idetë kryesore të strategjive që ka libri, dhe trajnimi online. Në këtë mënyrë unë nuk do kem nevojë për të dhënë kohë fizike, po është trajnimi që mund të delegohet dhe të japin gjithë informacionin nevojshëm. Të ngacmova me këtë pyetje sepse libri është një mënyrë që unë të komunikoj me një audiencë më të gjerë. Patjetër. Ngacmova për këtë gjë sepse shpeshherë dhe unë kam këtë pyetjen, po ti vetë ku e ndjen veten se je më shumë në edukim apo në informim, duke qenë që jap mësim dhe te studentët. Edhe unë gjithmonë ju them, unë e ndjej veten një person me një experiencë X dhe dua që këtë eksperiencë ta marrin dhe studentët edhe të rinjt. Patjetër.
Po çfarë gjej që edhe pse bëhet shumë e vështirë, sepse siç thot populli shqiptar, dy kunguj në sqetull është shumë e vështirë, por gjej pastaj që dhe edukimi dhe informimi ndihmojnë njëra tjetrën pra. Sepse shkojnë dhe besoj shumë këtë filozofinë që thua, që shumë e rëndësishme që dhe marrëdhënien me klientët ta konsiderosh të tillë, pra një marrëdhënie që ka në mes edukimin, informimin, jo thjesht një qëllim transaksionale. Pra. Edhe unë kam pas edhe ofertë për qenë pedagogi full time. Nuk e kam pranuar, por ama part time kam një ofertë tjetër që po e konsideroj. Pse? Sepse kam pasion edukimin edhe me studentët. Po. Avantazhi që ne kemi aktualisht me trajnimet është që na vijnë profesionistë, sipërmarrës, moshave ndryshme. Kemi pas edhe me doktoratur, 60 vjeç e tjerë, që janë pedagog, por që duan din nga ana praktike si të përdoren media sociale, se nuk i kam bërë më parë. Dhe bukura është kjo që ata që neve na vinë paguajnë. Po. Dhe kur paguajnë, ndjekin më shumë e më vëmendje. Patjetër. Dhe se sa studentët që ndoshta nuk kanë një vëmendje. Dhe ky është e di që sfidë për ta marrë. Sfidë e madhe, është shumë. Kurse në trajnime ne këtë vëmendje shoqërore kemi, sepse ai paguan shumë të konsiderueshme dhe vjen për të mësuar diçka konkrete. Dhe kjo është e bukur që ne mbajmë me trajnimet dhe është pasion që unë do e kem. Po ajo që është tjetër mendoj avantazhi është që ne kemi dhe ekspertizën e biznesit. Ne na ndihmon. Kështu që know-how, njohuria, ekspertiza që ne kemi është që mund ta implementojmë shumë shpejt në një biznes. Apo në një biznes për ndërtuar struktura, strategji dhe për të implementuar gjithë idetë kryesore. Tani, këshillat e tua për Gogo.al do t'i kërkoj pas kësaj bisede. Patjetër. Se nuk dua që t'i marrim vesh të gjithë. Të falenderoj shumë Renato për gjithë predispozitën tënde dhe të uroj shumë sukses dhe të librit dhe faleminderit që ma solle një kopje me po e tregoj edhe për audiencën, ku mund ta gjejmë librin? Është përndar librit. Unë e gjeta në fakt se ma solle ti, po flas për tjerët. Adrioni, te libreria Leximtari, te Educational Center. Shumë interesant, me një stil vërtet të shkruar mirë, siç të thash edhe para bisedës, kishte një ngjashmëri me Owen e me autorë të tjerë në kuptimin se i kishe shtruar edhe me detaje personale të përditshmërisë, si të thuash, po dhe ishte shumë lehtësisht i lexueshëm. Pra, po themi për një 4 orësh ti mund ta lexoje të gjithë dhe mund ta shfrytëzoje edhe me kapituj. Po. Unë shkova tek pjesa e punës me emailët, se jemi duke punuar në fakt me audiencën me emailët, me një newsletter, kështu që shkova atje. Teka aty kemi edhe 10 shembuj emailesh. Ajo që diskutuam që te emaili i mirëseardhjes të databazës së re, deri tek mënyra se si mund të promovohet. Te kjo pikë ne kemi probleme se kam super gazetar. Te kjo pikë jemi shumë të kualifikuar me ato mendja, po sidomos tek targetimi i databazës edhe punës me atë databazë të duhur për t'i segmentuar. Turoj mbarësi. Faleminderit. Dhe me që nuk na pagove për këtë podcastin, do na premtosh që do na vish sërish kur të kemi një temë tjetër të lidhur sigurisht me ekspertizën, dhe ajo që më pëlqen te ty është këndi që ti ke, dhe unë e besoj vetë këtë gjë që pavarësisht se ne ndahemi si fusha, gazetaria, marketingu apo shitjet, po në thelb ngelet komunikimi. Dhe misioni është i përbashkët, është edukimi. Është shumë i përbashkët. Faleminderit shumë. Kënaqësi, faleminderit.